Mirëmbrëma zonë e zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur drejt për së drejti në radio dhe në televizion, po ndihni ciklin e zakonshëm të hënave mbrëma, kilometrin 28.000. Ju kujtoj, ju dëgjoheni, ne dëgjohemi dhe ju dëgjoheni në radio në frekuencën e modeluar 96.7 MHz, në platformën digjitale Digital me transmetimin toksor dhe satelitor të tij, në kanalin 45 të bandës UHF në transmetimin analog dhe mos harroni 24 orë në 24, në websajtin tonë zyrtar në internet tek www.oraviznews.com. Në përgjithësi jemi jashtëzakonisht të ndjeshëm për tema dhe për diskutime që kanë të bëjnë drejt për së drejti, po drejt për së drejti me xhepat dhe portofolët tanë. Për këtë do të flasim sot në një panel miq, të cilët secili jep kontributin e vet në fushën ku operon. Kam kënaqësi të kem sot në studio për herë të parë, pavarësisht bashkëpunimit shumë të ngushtë dhe shumë të mirë me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, drejtori juridik pranë kësaj ministrie, zotin Astrid Kuka. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu. Në krah të zotit Kuka, zoti Isa Gorica, kryetari i shoqatës së pensionistëve. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që keni ardhur, gjithashtu për herë të parë, po pavarësisht kësaj me bashkëpunim shumë të mirë në programet e tjera me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, në cilësinë e zëvendës drejtorit, zoti Asmit Hado. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu, mik i programeve tona, presidenti i Konfederatës së Sindikatave, njëri shumë aktiv në Këshillin Kombëtar të Punës. Njihet me personazhet e tjerë prej kaq e kaq kohë, zoti Kol Nikolla. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Do ta nis një çik për të qenit për herë të parë, po edhe një çik për diskutimin që ka vetëm 24 apo 36 orë kur u diskutua çështja e ndryshimit të pagesës. Zoti Kuka, unë me fjalë të thjeshta, të kuptueshme për të gjithë, doja të dija se çfarë ka ndodhur në mënyrë konkrete me pagat. Dhe si reagon xhepi i secilit prej nesh me këto ndryshime të reja. Faleminderit. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të Punës, unë miratua vendimi për rritjen e pagës minimale në shkallë vendi, pagë e cila është përgatitur në bashkëpunim me partnerët social, sepse për përgatitjen e saj gjithmonë veprohet në zbatim të konventës Organizatës Ndërkombëtare të Punës, e cila i detyron shtetet anëtare që për përcaktimin e pagës minimale të dakordsohen me gjithë partnerët, me punëdhënësit, punëmarrësit dhe natyrisht shteti si partner kryesor. Në caktimin e pagës minimale në shkallë vendi, ne nisim nga shumë faktorë. Spari themelor për ne është se paga minimale në shkallë vendi është ndërburimit kryesor të arët popullsisë. Së dyti, paga është elementi themelor i marrëdhënieve të punësimit. Së treti, paga është një ndër elementet më të rëndësishme të shpenzimit të prodhimit, të kostos punës. Dhe së katërti, do të themi që paga minimale është e lidhur pazitmërisht me produktivitetin. Pikërisht për këtë arsye dhe për caktimin e pagës minimale, ne kemi në objektivin themelor ruajtjen dhe rritjen e aftësisë konkurruese të biznesit. Nuk është qëllimi vetvete thjesht rrisim pagën, por paga minimale do të shërbejë edhe si një mundësi për rritjen e punësimit. Pikërisht për këtë arsye, gjithmonë është studiu më parë tregu dhe puna për përgatitjen e kësaj page ka filluar që në fillim të vitit me partnerët social. Ne kemi fatin e mirë që në Komisionin e Pagave dhe Pensioneve, i cili merret me përgatitjen e kësaj, kemi ekspertë më të mirë të kësaj fushë, qoftë nga sindikatët, kemi rastin që kemi profesor Goricën këtu, qoftë nga punëdhënësit, kemi specialisht shumë zotë në fushat përkatëse dhe nga shteti përfaqësues Ministrisë Punës, Ministrisë Financave dhe Departamentit të Administratës Publike. Përfundimisht ne themi që paga minimale e caktuar në këtë nivel kënaq në kushtet aktuale edhe nevojat e popullsisë për të mbuluar, për të eliminuar efektet kryesore të inflacionit dhe për të rritur masën e saj, sepse teorikisht pranohet që paga minimale rritet në nivelet e inflacionit dhe rreth 50% e rritjes së produktit përgjithshëm bruto. Ndërkohë, ne kemi parashikuar që paga minimale këtë vit rritet në masën 100% inflacion dhe 100% rritje ekonomike. Sipas kësaj që tham, do ta kaloj tani fjalën aty ku çfarë ka? Do ta kaloj fjalën tek Instituti i Sigurimeve Shoqërore për të kuptuar se si ndryshojnë tashmë kontributet tona me rritjen e pagës minimale. Si ndryshojnë? Më lejo të shpjegoj diçka. Ne sot në Shqipëri në fakt kemi dy paga minimale. Kemi një pagë minimale për efekt kontributeve të sigurimit shoqërore, cilën ne jemi përgjegjës. Kemi atë pagë një foli zoti Kuka, që ka të bëjë me punësimin, domethënë që lidhet si më thënë me kodin e punës.
Paga që foli zoti Kuka ka të bëjë me pagën që duhet të paguhet një i punësuar, një punëmarrës, sa paga minimale për efekt kontributeve të sigurimit shoqëror në fakt lidhet me pensionin minimal në shkallë vendi. Dhe aq sa rritet pensioni, Më falni, thjesht edhe për kuriozitetin tim, po kjo puna e pensioneve mund të kryhet edhe me kontributet vullnetare apo jo, dhe vlen vetëm për pensione, nuk vlen për asgjë tjetër, kontributi vullnetar. Dhe gjitha këto lidhen me pagën minimale që më sapo fola. Dhe paga minimale për efekt të pagimit të kontributit të sigurimit shoqëror lidhet në fakt me pensionin minimal në shkallë vendi. Domethënë pensioni minimal në shkallë vendi është 75% e pagës neto minimale për kontributit të sigurimit shoqëror. Dhe kjo lloj page në fakt rritet në mënyrë të drejtë, si ka një raport të drejtë me rritjen e pensioneve. Nëse si vjet pensionet në urban u rritën 4%, automatikisht rritet 4% edhe paga minimale për efekt kontributeve të sigurimit shoqëror dhe po kështu pastaj kjo pagë minimale, paga maksimale është 5 fiks kësaj pagës minimale. Dhe kjo lloj pagë është për këtë që unë thash për llogaritën e pensionit, është për pagimin e kontributeve të vetë punësuarëve në bujqësi dhe urban, për llogaritë 5 fiks e pagës, si më thon paga maksimale që është 5 fiks i pagës minimale, ndërsa të gjitha ata që janë të punësuar do llogaritën kontributit të sigurimit shoqëror me atë pagë që tha zoti Kuka, që është paga minimale në shkallë vendi për efekt punësimi. Sa është 21.000 lekë? 21.000 lekë. Megjithatë, me këtë rast do desha bëj një sqarim në përforcim të asaj që tha zoti Hado. Ne kemi një pagë minimale në shkallë vendi, e cila shërben për marrëdhëniet e punësimit, që është 21.000 lekë. Ndërkohë, se ka pas edhe një keq kuptim këtë ndërtim, është përmend kjo, e kemi dëgjuar edhe në shtyp, paga minimale për efekt llogaritës kontributit të sigurimit shoqëror, faktikisht është thjesht një kufi llogaritës. Nuk është një pagë, atë nuk e merr asnjë i punësuar ose i vetë punësuar. Ai përdoret thjesht për llogaritjen e kontributit të sigurimit shoqëror për personat të cilët efektivisht nuk marrin pagë. Pra gjithkush që është i punësuar, që merr pagë, do ta ketë 21.000 lekë. Ato që janë të vetë punësuar, ato që bëjnë sigurim vullnetar, ato që bëjnë sigurim në forma të tjera vetë punësimi ose nga renta e tjera, ato u llogaritet mbi bazën e pagës minimale për efekt kontributi. Faktikisht ka edhe një lidhje logjike midis tyre dy pagave, të themi. Paga minimale në shkallë vendi është pagë për marrëdhëniet e punës, llogaritet me orë, përgjithësisht 74 orë pune në kohë normale të punës, pra ditë normale të punës, orë normale të punës, ndërsa paga për efekt llogaritje sigurimit shoqëror është si thosh një pagë neto, e cila lidhet 75% e pensionit minimal me një kontribut minimal të vlefshëm dhe funksioni i dytë i saj është për llogarit kufirin maksimal me të cilët do paguajmë kontributet të punësuarit dhe gjithë kategoritë e tjera. Kjo thjesht për sqarim. Ndërsa thjesht për të konkluduar, paga minimale në shkallë vendi 21.000 lekë është për të gjithë punësuarit në sektorin privat, publik, subjekte juridike, fizike, vendse të huaja. Ne e kemi specifike, dhe shumë vende të rajonit e kemi të përcaktuar në kodin e punës, që shteti përcakton pagën minimale në shkallë vendi dhe ky është një ndër elementet që shërben për mbrojtjen e shtresave në nevojë. Ndërsa nga pikpamja tjetër, ndikimi i kësaj pagë minimale në pagët në përgjithësi është i drejtpërdrejtë dhe i tërthort. Themi i drejtpërdrejtë për gjithë ato që marrin pagë minimale, që tek ne mund të themi rreth 200.000 persona në sektorin privat e shtetëror në tërësinë e vet. Nëse në sektorin publik me pagë minimale paguhen shumë pak, në fakt, sepse ndryshimi i sistemit të pagave, kalimi me sistemin me një strukturë të shërbimit civil që lidhet me pagën e pozicionit, me kualifikimin e tjerë, ai shumë pak që marrin pagën minimale. Ne kemi rreth 3% të punësuar në sektorin shtetëror që paguajnë pagën minimale dhe efekti i drejtpërdrejtë është i ulët. Ndërsa efekti i tërthort është i ndjeshëm, sepse paga minimale ka dhe një funksion shumë të rëndësishëm që shërben si themeli i gjithë sistemit pagave që ndërtohet në vend. Do të thotë që mbi bazën e pagës minimale 21.000 lekë ndërtohet gjithë sistemi i pagave të funksioneve mbështetëse, të funksioneve të lartë dhe për të ruajtur ato raporte që janë shpallur nga qeveria dhe që janë ndik vit mbas viti, që paga minimale dhe maksimale mos kalojnë raportin 1:5. Domthonë kjo përcakton edhe kufirin e pagës maksimale. Pra kur themi rritje e pagës minimale, ne kuptojmë që kemi vendosur themelin për rritjen e gjithë pagave të tjera në shkallë vendi. Praktikisht a mund ta presionoj, nëse mund ta quajmë kështu, a mund të bëj presion, një punëdhënësi, një punëmarrës i cili deri dje, ndoshta edhe për punën të zezë, është paguar me 15.000 lekë ose 16.000 lekë. Rrit në një farë mënyrë ndërgjegjësimin të një punëmarrësi? Punëmarrësi
nuk është shumë e nevojshme të bëj presion. Punëmarrësi mjafton të jetë bashkëpunëtor me strukturat e Ministrisë të Punës së Shoqërisë Sociale, me strukturat e të timeve dhe presionin e bën shteti. Tu e kisha unë, presionin. Shteti e ka të përcaktuar zbatimi i pagës minimale është i detyrueshëm tash për çdo subjekt vendas së huaj. Ndërkohë, në kodin e punës, saktësisht në 202 është përcaktuar që mos zbatimi i pagës minimale, qoftë edhe një rast vetëm, qoftë edhe një punës vetëm, dënohet administrativisht me një gjop 30 fishin e pagës minimale, që po ta kthejmë në termat shumë të kapshme, do të thotë mbi 6 milionë lekë vite për qoftë edhe një person. Për një person. Dhe unë e them në kuptimin thojza edhe këtë që punonësit tonë të inspektoriateve e qyjnë kënaqësi të raportohet në rast të tillë, sepse edhe ato duan që t'i vëmë para përgjegjësisë njerëzit. Por faktikisht ne nuk kemi shumë të evidentuar raste të zbatimit të pagës minimale për një arsye tjetër. Ka edhe një farë si të shtulatje edhe të vetë punonjësve, por paga minimale caktohet bashkëpunimi me punëdhënësit. Në rastin më të keq punëdhënësit e dinë sankcionin e pagës minimale. Dhe kanë shumë rezervat të tjera, por tek paga minimale përgjithsisht nuk lëvizin, sepse në fundit e para kanë caktu vetë, në asnjë s'u kanë imponu, dhe fatmirësisht. E dyta japin më shumë para dhe deklarojnë më pak para. Dhe fatmirësisht, thash profesor Gorici ne kemi këtu, Komisioni i Pagave dhe Pensioneve, në të gjithë rastet o 50 të fundit, ka vendosur pagën minimale me unanimitet. Natyrisht, biznesi ka pas disa kërkesa të veçanta që lidhen më tepër me një kërkesat për mbështetje nga ana e qeverisë, për lehtësi fiskale, për mbështetje me projekte të veçanta dhe natyrisht do të ndiqen edhe nga ana jonë, edhe me subvencione që lidhen me programet e nxitjes punësimit edhe të tjera, por për sa i përket nivelit pagës minimale nuk kanë pasur asnjë pengesë, domethënë. Kështu që ato janë detyruar të zbatojnë diçka që kanë vendosur vetë. Ju ndërpreva në disa raste. Kështu që ju jap fjalën përpara se të kalojmë tek pensionet, vazhdojmë vetëm me pak të pagat. Sa i përket problemit të pagës minimale, në vërtet sipas gjykimit tim po dhe institucionit që unë drejtoj. Se është më mirë, kështu se ju pak vetë as tek Këshilli Kombëtar i Punës. Ajo nga dita në ditë po humb atë vlerën dhe emrin e saj. Normalisht flitet për pagë minimale, një kohë kur nuk mund të flitet për minimum jetik, nuk mund të flitet për matje të nivelit varfërisë, nuk mund të flitet për kufi varfërie, gjithë indikatorët të cilët çojnë një llogaritje shkencore pagës minimale. Kjo thjesht është një rritje a priori, cilën tashmë e mësuar nga poltroni i kryeministit, gjithmonë e marrin vesh se sa rritën pagat, sa rritën pensionet, sa rritën pagë minimale dhe pastaj vjen një rezonancë nga poshtë, formalisht drejtoritë, institutet, sindikatat mbledhen, formalizojnë këtë problem dhe në fund shkojnë prapë aty. Kjo është një praktikë që tashmë gjithë njerëzit e kanë pa dhe nuk është nevoja që ta diskutojmë më. Për sa i përket problemit të pagës minimale, ne kemi 5 vjet pa mat varfërinë, që në vitin 2008 më sot në Shqipëri nuk e ka mat kush varfërinë. Realisht varfëria është shtu si në thellësi, ashtu edhe në gjerësi. Nuk diskutohet pastaj siç diskutuam për minimum jetik e për probleme të tjera që ndihmojnë për pagën minimale. Një mjaft interes për ne do paraqiste problemi i çmimit të punës. Kjo një diskutim që ne po bëjmë dhe me biznesin, me organizatat e punëdhënëse, sepse realisht ata nuk e kanë mirëprit rritjen e pagës minimale në këtë situatë, që është një situatë sigurisht jo shumë e favorshme nga ana ekonomike, rritja ekonomike është e ulur. Po ulur për shkak të krizës ekonomike dhe ka pas shansin biznesi ynë, po dhe qeveria jonë nga problemet që ka pas Afrika Veriut për të favorizu në drejtim të fasonistëve që janë rreth 200-230.000 punës që punojnë në pjesa dërmose. Por edhe ato probleme tani po rregullohen shumë shpejt. Dhe nëse krahu i punës lëviz qoftë edhe me një sasi kaq të vogël, sa është rritja që u bë këtë vit, atëherë sigurisht 4 bullone janë për të zmontuar makineritë dhe kaq ka gjithë industria tekstileve, kpucarisë, fasone me radhë. Kështu që ne realisht kemi qenë në dilemë të rritet apo mos rritet. Megjithatë, ajo që është e hapur dhe timi transparencë me opinionin publik, kjo nuk është rritje. Kjo është indeksim. Është një detyrim ligjor, të cilin fatkeqësisht propaganda politike manipulon duke thënë kemi rrit pagën. Kjo është një indeksim. Zotëria foli për është një indeksim i normës së inflacionit dhe rritja vjetore e cila në Shqipëri është 3-4% sa tjetër pagrënësi ka, normalisht nuk është edhe indeksimi plot, sepse po profesori besoj që do ta ketë asnjë folje për inflacionin, ne kemi 3 lloje inflacionesh, ne thjesht masim vetëm përmes disa shifrave si masnesh manipuluara, si masnesh,
shporta të instatit që matë vetëm inflacionin e drejt për drejt. Pa harru inflacionin e fshetë dhe të tërthort. Kështu që realisht, ky është një lloj indeksimi për cilin është një detyrim i qeverisë, jo vetëm për pagat minimale, për gjithë pagat dhe pensionet, për t'i indeksu me një maj, është një venim qeverie, jo me një karrika me 15 apo si të shifet hana, herë 21 ditë, herë 31 ditë. Kështu që nuk është, unë për vete nuk e quj në sukses të madh, e quj përpjekje për të zbatuar një detyrim ligjor. Dhe ajo që është që ti më këtë korrekt me opinionin, paga minimale për rastin konkret, në thjesht dërgon një rritje buxhetit pjesën mbështetësimore shoqërore nga pjesa që do bjerë biznesi, sepse në sektorin publik, si tha dhe drejtori, janë vetëm 3% të punëtorëve dhe se që kap kjo rritje. Kështu që nuk ka ndikim shteti nuk humbon. Tu do të ranohet diçka biznesi, por tani realisht ka dalë në sipërfaqe edhe konflikti ndërmjet biznesit dhe punëtorëve dhe sindikatave. Sepse deri tani realisht duke me një farë mirë kuptimi, sfigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe pjesën në një sër ndërmarrësh ku ishin punëtorët me kojot plot ose proshin 7 muaj ose 10 muaj në fasone dhe në artizanat, një pjesë e përballote vetë biznesi. Ishte i detyruar që ta pranonte. Tani realisht biznesi po ngarkohet aq tepër sa që nuk do ta përballojë më. Dhe në moment që do ta pranojë, ai pavarësisht se po arrit fatkeqësisht edhe sindikatat nuk kanë shumë shtrirje në këtë sektor, dhe besoj që biznesi do të jetë hakmarrës tani, faturën do ta paguajë punëtorët. Do paguajë as biznesi, as ta që rritën, po do ta paguajnë punëtorët, cilëve tani do të ndalohen gjithë ato pjesa që kanë pas përsyme shëndetësore dhe shoqërore dhe për të paguar këtë. Po. Besoj që kjo do të tregohet shpejt. Po, më duket se është një kontradikt domethënë në këtë pjesë që sa konkurruese do të jetë ekonomia shqiptare, flas për koston e punës, për ato që tha zotëria për problemet që ka Afrika, çmimin e punës, me të drejtat që kanë punëtorët. Domethënë është një kompromis që do të arrihet. Nga njëri krah duhet që fuqia punëtore shqiptare të jetë e lirë, që të mos na e marrin po themi Afrika e Veriut, por nga krahu tjetër nuk mund t'i paguajmë edhe këta punonjës të cilët me ato rrogë që tha se sa do të kuka mba familjet e tyre dhe kanë, si më thënë, ushqen, t'i paguajmë në ca kushte, si më thënë, ca paga jashtëzakonisht ulta. Domethënë është një kompromis dhe unë bie dakord me atë që kjo nuk është rritje page, është indeksim. Por ama në një farë mënyrë, paga reale e përcakton tregu. Sa është oferta, sa është kërkesa. Qeveria me këtë pagë minimale nuk mund të thotë që të gjitha që punojnë në fason. Me një papunësi 30%, e me një informalitet 60%, është shumë vështirë tregu me qenë korrekt. Okej. Unë po them që në tregu rregullator, kur ke ushtari pa njohur, ke bandet pa punëve që me një fabrikë për një orë. Tash unë nëse në realitet nuk e vlen të diskutojmë për shifrat për cilat nuk kemi neve përgjegjës për të vlerësuar, po domethënë pagën sot në ekonominë e tregut e përcakton tregu. Kjo është një pagë minimale poshtë së cilës, sipas detyrimit që ka kodi i punës, nuk mund do të ta punësosh tjetër, do të bie ta skllavërosh, domethënë që t'i japësh më pak. Por ama dhe unë jam bie dakord dhe frika e madhe është që ose si më thënë meraku i madh është që po rritim shumë pagën, mund ta ikim ky avantazh i konkurrues me të tjerë. Po nga krau tjetër, sindikatat thonë tjetër gjë, që dhe juve sapo e përmendni, që jo, shitur jetesa, janë të çmimet, inflacioni tërthor direkt, indirekt, nuk del as kjo pagë minimale, kështu që kjo është një kompromis që do të arrihet dhe pasi ti tha që në komisionin e pagave do të shitur një vendim konsensual dhe unanim për rritjen e saj. Si rrallë herë. Unë theksova, më falni për ndryrjen, së pari do të theksoj që në kushtet tona, paga minimale ka shërbyer vazhdimisht si një ndërlidhës midis punëdhënësve dhe punëmarrësve në ndërtimin e marrëdhënieve të punës sa më të qeta, si thosh në një farë mënyrë krijimi një paqe sociale të domosdoshme për zhvillimin normal të procesit prodhimit. Është vërtet që do të dëshiron gjithë të ishte paga më e lartë, po ama edhe vetë punëmarrësit ose më saktë përfaqësuesit e tyre, të cilët fatmirësisht thash në komisionet tonë janë gjithë kualifikuar specialistë e fushë, e kuptoj shumë mirë që rritja e pagës minimale pa një kufi do të dëmtonte më shumë punëmarrësit, sepse do të ulte aftësinë konkurruese të biznesit tonë, biznesi ndërtuar mbi bazën e fasonëve dhe përjedhoj vërtet do të merrshin diçka më shumë ato punëtorë që të ngelishin punë, por do të ishin të tjerë pa punë. Kështu që është të realizuar një mirëkuptim, themi, i partner punëdhënësve, punëmarrësve dhe shteti ka qenë vetëm në rolin e arbitrit për të ofruar informacion, për të
i ndihmuesit tonë në bashkërendimin e politikave të tyre. Unë e theksoj edhe një herë që duke prezumuar që statistikat e Istatit janë sakta, sepse për mua janë burim shtetëror dhe nuk i diskutoj, ne kemi rritje ekonomike 2.2%, 3.6%, inflacionin për pagën minimale, sepse dy profesorë ne kemi llogarit një inflacion të veçantë për pagën minimale, duke abstrahuar nga disa lloj produktsh të cilat nuk janë për ato që janë me pagë minimale, domethënë themi. Por edhe gjatë llogaritjeve, edhe gjatë analizave, gjatë debateve, gjithmonë kemi pas konsiderat një tregues që është shumë i frikshëm për ta prek nga disa specialistë, po unë për veten time e gjykoj që shumë normal bëhet diskutimi për to, pa të tash quajtur minimum etik. Pasi partner social në vitin 2001 kanë bërë një llogaritje, kanë qenë përfaqësues nga punëmarrësit, nga punëdhënësit, nga shteti, kanë nxjerrë një tregues. Ai është një tregues llogaritës, themi. Nuk është një tregues raportues, nuk është një tregues i cili do të ndiqet me evidenca, me statistika, por thjesht llogaritës sepse është një tregues që ndryshon në kohë, tregues historik, ndryshon nga një vend tjetrin, ajo që është e domosdoshme në një zonë, nuk është e domosdoshme në vend tjetër, dhe mbi bazën e atij treguesi llogaritës, ne përpiqemi që ta plotësojmë pagën minimale dhe ne themi, po jemi shumë mrapa. Nuk jemi shumë mrapa, e kemi llogaritë. Do të jetë 60% e pagës mesatare. Raporti pagë mesatare me gjithë rritjen që u bë tani 43%. Jo, 53%. Kush 53%? 53% është 53% ka qenë vitin 96. Ose 98. Edhe këtë dasore. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Ne kemi 53% me rritjen e fundit. Pagën raportin e pagës minimale me pagën mesatare, duhet ta kemi 60% sipas kërkesës Kartës Sociale Europiane të rishikuar, por 4 vite të fundit, rritja me ritme shumë të larta, është 222% paga arsimtarëve, 218% paga mjekëve. Këto që janë në nivelin e pagës mesatare, kanë rritë pagën mesatare më shumë se sa pagën minimale, dhe për edhe është përkecu pak raporti. Po këto faktor, unë do të thoshem faktor pozitiv. Politika e qeverisë do të rregullojë të raportin. Nuk po thot kush sepse arritën mësuesve. Dakor, ka pas. Normale që arritën mësuesve dhe ka qenë edhe domosdoshme. Por trendi duhet të jetë në rritje. Dhe me notë që çfarë mund të bëjë nëse çëm këtë trend në me 60%. Se çfarë problemi do të lini biznesit apo nxjerrë shkresa e letra, është fare dukshme trendi. Trendin nxjerret vizualisht tash nga mënyrë fare të thjeshtë. Rritjes pagës. Rritja pagës minimale. Ka qenë 10.800 lekë në 2005. Ka shku 21.000 lekë. Po thuaj se dy fishin, dhe thosh krahasuar me rritjen e çmimeve, me koston e tesës dhe me koston e shërbimeve, asnjë treta nuk është nuk arrit. Gjithë e pranojnë që kërkesat janë gjithmonë më të mëdha se sa plotësimet e tyre. Unë them që jemi me një përpjekje të përbashkët që ky tregues që është megjithmend për ato kategoritë më në nevojë. Edhe unë duhet ta shoh gotën nga pjesa plot. Okej, normal, mos ta shoh nga pjesa bosh. Po të krahasosh rritjen e çmimit, tash edhe herë, të shërbimeve, koston e tesës e me radhë, normalisht pagat nuk kanë rritë ndjeshëm. As pensionet, pavarësisht nga shifrat që popularizohen që janë gjatë në fundimi edhe konsumatorën, po thomi që janë rritë ndjeshëm. Gjithë drejt. Ja se ndryshe do na teproni në fund të muajit para nga 210.000 lekë i vjetër. Po nuk na teproni. Nuk na teproni. Zoti Gorica ka ndjekur me shumë vëmendje këtë pjesë të parë të bisedës. Jeni përmendur disa herë si pjesë përbërëse e stafeve, po themi, ose e konsulencave, kështu që do të doja për këtë pjesë të parë shkurtimisht një mendim tuaj përpara se të kthehemi përsëri pas publicitetit, se në këto kohë krizash, ajo që respektojmë më shumë në këtë vend është hapësira publicitare. Njerë duhet bëj një saksin, ne jemi federata e sindikatave të pensionistave, pjesë e Konfederatës Sindikatave Shqipërisë, jo shoqat. Tashi, ky problemi edhe indeksimit të pensioneve dhe indeksimit të pagës minimale, ky rrit konsumin e brendshëm. Dhe rritja e konsumit brendshëm është faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të një vendi, ashtu siç është dhe eksporti. Dhe janë dy element bazë, shumë bazë, siç është rritja e eksportit dhe rritja e konsumit brendshëm. Rritja e konsumit brendshëm është më e rrezikshme, duke ruajtur në mënyrë konstante nivelin e papunësisë. Kjo është kryesore. Unë do them një gjë që rritja ose indeksimi, si thuash, i pagës minimale, ku janë 200-300.000 punëtorë që punojnë duke përfshirë dhe shtetet e atë, ka një efekt pozitiv. Efekti pozitiv që ndron atë që ai do konsumoj më shumë, ose do të kursej më shumë.
Bile, ka një gjë të çuditshme në zhvillimin ekonomik tonin, që vërtet ka një rritje të nivelit të varfërisë, bile ka dhe një rënje të madhe të nivelit në nivelin e mirimit, megjithatë rriten depozitet e bankave, depozitet e kursimit, janë arritur dhe ka një fitim të jashtëzakonshëm nga ana e bankave. Ky problem duhet parë tash. Do thënë, kush janë faktorët kryesorë të kësaj rritje të depozitave të bankare? Si janë faktorët kryesorë të këtyre gjërave? Kupton? Këtu ka një gjë që sipas analizës që bëjmë ne si ekonomistë. Domethënë, ka një normë fitimi shumë të lartër të punëdhënësve. Biznesit. Norma e shumë e lartë e fitimit të punëdhënësve. Përpara se t'u ndërpres mendimin tuaj që nuk kam dëshirë ta bëj, do t'ju shkëpuz vetëm pak për publicitet që këtë mendimin e punëdhënësve ta artikuloni nga fillimi deri në fund pa ndërprerje. Ju kërkoj ndjesë. Vetëm shkurt publicitet. Me Astridin e Institutit të Sigurimit Shoqërore e mbyllëm me një batut midis njëri tjetrit, tham nuk bëhet pazar, nuk bëhet para me pagat e punojësve. Ndërkohë lam vetëm 30 sekonda më përpara tek përfitimi i punëdhënësve. Ktu e lam apo jo? Po. Unë kam bërë disa analiza kështu, se kam goxha bazën e vërtetimit me zgjedhje që përdorim ne në teorinë e probabilitetit. Dhe më rezulton që me gjithë këtë normë të lartë fitimi, që kam punëdhënësit, se është normë e lartë tek neve, me lartë se sa duhet jetë sa është në këto vendet e tjera, përmirësimi i teknologjisë dhe përmirësimi i kushteve të punës nuk ndjek këtë tendencë. Nuk e ndjek këtë tendencë. Merë për shembull fasonet. Fasonet ashtu siç kanë qenë para 10 vjetësh ja dhe sot. Në atë mënyrë punohet. Kupton të fasonet. Shkon në këto fabrikat që punojnë, për shembull, jo tullat, jo ashtu, pa jo teknologji ka mbetur. Dhe e keqja më e madhe është kjo që ndërsa bëhen këto tendenca jo pozitive, tendenca se investimi më i mirë është investimi për mendjen. Ne kemi fuqi punëtore të pakualifikuar. Fuqia punëtore jonë duhet të jetë e kualifikuar, shumë e kualifikuar, kupton? Fuqia jonë punëtore. Dhe me keqja më e madhe e kam që në buxhetin e sivishëm që është bërë investimet ose shpenzimet për arsimin dhe shëndetësimin, po sidomos për arsimin janë reduktuar jashtëzakonisht shumë dhe ky është gabimi i madh që mund të reduktoheshin diku tjetër investimet, në fushën e arsimit në arsim mirë. Duhet kemi patjetër investime të mëdha në arsim. Pavarësisht nga numri i madh i studentëve që kemi neve, por produkti i numrit të madh të studentëve është me rentabilitet të ulët, nuk jep atë që duhet japi. Folëm, nisëm pak komentin përpara çështën e sigurimit të punojësve, Astrid, edhe doja të dija pak si domethënë, a ka një proces monitorimi që ju vë juve në dieni për informalitet? Jo se e keni për detyrë, por thjesht një lloj raporti ku në 30 veta sigurohen 4, nga këto 4 kanë rrogën 500.000 lekë, po sigurohen për 21.000 lekë dhe gjitha këto me radhë. Po, është vërtet nuk është detyra organet ademore në fakt, sepse që nga 2005. Po që vendosen një ndjenjë. Janë ata që janë përgjegjës ligjërisht dhe që ata i mbledhin kontributet e sigurimit shoqëror, por në farë mënyrë interesi direkt të shtyjnë, sepse ato janë para të cilat ose shtohen ose mungojnë ke fondi sigurimit shoqëror që në farë mënyrë shkojnë për të paguar pensionat. Do përkthehet atë. Absolutisht neve kemi disa tregustan duke përdorur, duke manipuluar, duke i krahasuar shifrat, duke i përpunuar ato, nxjerrin ne ca indikator. Për shembull, mund të them që numri i të punësuarve në biznesin e vogël që ulet në Shqipëri. Do të duke krahasuar numrin e subjekteve që janë të regjistruar në QKR dhe numrin e kontribuesve të siguruar për biznesin e vogël, për shembull, na delin mesatare jo e pranueshme. Ne të gjithë e dimë fjalën që edhe një lokal i thjesht dhe një dyqan lagje nuk mund ta menaxhohet nga njëri, sepse
edhe kur vetë hajt drek, jo duhet ta zëvendësoj dikush, në një farë një nga pjesëtarët e familjes, dhe ne këtë mesatare kemi turp. Për të së vërtetë se ne është rritur numri i kontribuzëve dhe ka qenë pikërisht kjo kategori e kontribuzëve që është rritur, por në një farë ka informalitet. Edhe ata që po diskutoni në kohën e reklamave me zotërin për sa i përket numrit të punonjësve që punojnë në fason, statistikat janë të ndryshme. Domethënë dhe statistikat që kemi ne janë zyrtare, sepse janë të llogaritur, janë të deklaruara, janë para të paguara. A mund të kërkohet, se kështu i bie që nuk kërkon më dot asnjë të drejtë pune. Domethënë edhe një punëdhënës në momentin kur ka rënë, punëmarrës, ka rënë dakord me këto kushte me punëdhënësin e vet, në momentin e shkeljes së një marrëveshje të caktuar nesër, as nuk kërkon dot më një të drejtë vetën. Se maksimumi mund të kërkojë një kopit borderos për shembull. Ja, nuk është. Dhe sigurisht shoqërore, edhe paga minimale, dhe marrja e punës në fakt janë pasur të gjithë këtë realiteti ekonomik, shoqëror, politik që kemi në Shqipëri. Do të thotë që nuk duhet ta shikojmë si një ishull të izoluar vetëm të punën e informalitetit për sigurinë shoqërore. Por unë mendoj që ka struktura, janë organet tatimore, Inspektorati i Lartë i Punës, janë struktura të tjera që ka Ministria e Punës që në një farë mënyrë tërësisht të gjitha këto veçeveç dhe bashkërisht e realizojnë këtë dhe ajo që unë do të ta lidh me atë çka tham në pjesën e parë të emisionit është që edhe vetë qytetarët dhe vetë punëmarrësit duhet të ndërgjegjësohen, duhet të besojnë më shumë. Ktu e kisha. Domethënë shteti mund të bëjë sa mund të bëjë, duhet të bëjë më shumë, a duhet të bëjë më shumë, absolutisht duhet të bëjë më shumë. Këto struktura që përmend, a duhet të punojnë më fort, absolutisht duhet të punojnë më fort. A ka hapësirë për të rritur performancën, absolutisht që ka, si të gjithë neve. Por ama edhe vetë qytetarët në një farë mënyrë, edhe vetë qytetarët në një farë mënyrë duhet të rrisin presionin ndaj punëdhënësve të tyre. Dhe një mekanizëm është kjo e deklarimit, një mjet shumë mirë duhet të është deklarimi online i borderove, i listë pagesave, që ne quajmë listë pagesa. Nëse vetë thoni që nuk ta japin listë pagesë në borderon, me deklarimin online ajo është një shërbim që mund të ofrohet kështu në fraksion të sekondës nëpërmjet kompjuterit. Dhe kjo është një nga të mira të sjell kjo punë, sepse do të rritet presioni. Ne duhet të kuptojmë një gjë. Është ajo që ne nisim në batutën që ishim që edhe atë që ta profesori që biznesi në Shqipëri ka një normë ose punëdhënësit kanë një normë të lartë fitimi. Nuk mund të bëhet lek me pagat dhe me detyrimet që rrjedhin nga ligji për të paguar sigurinë shoqërore. Të gjithë ata që sot janë punonjës, nesër do plaken ose do kërkojnë një përfitim gjatë jetës së tyre. Dhe nëse ata do jenë të pasiguruar, prap shoqëria do e paguajë, sepse do jetë një barë sociale për shoqërinë. Nuk mund të lërë asnjëri nga ne. Ndihmë ekonomike. Eksakt fare. Nuk do t'i japim pension, do t'i japim ndihmë ekonomike, do t'i japim fëmijët, do t'i japim shoqata të ndryshme. Do thotë që nga do të vërtitemi neve, çfarëdo që të themi, ky vend do t'i paguajë të gjitha ato kosta. S'do i paguajë nëpërmjet fondit sigurimi shoqëror, do i paguajë nëpërmjet ndihmës ekonomike, do i paguajë nëpërmjet buxhetit familjare, do i paguajë nëpërmjet taksave të përgjithshme, çfarë rëndësi ka? Rëndësi ka që këto janë lek që do të dalin për mbrojtje shoqërore, po nga xhepet e shqiptarëve. Do dalin në formë kontributit, do dalin në formë taksës. Kam një pyetje që mund të duket naive, por nuk është. Si e kupton një punëmarrës çështën e sigurimit të punonjësve të vet? Si e kupton? Se kam përshtypjen që më falni, një punëdhënës, kam përshtypjen që e kupton vetëm si faturë financiare. Domethënë, nuk e kupton për çështën e një aksidenti në punë ose nuk e di gjëra të tjera që mund të ndodhin një njeriu në punën e tij. Dëgjoj shpesh dhe ka përshtypjen që një punëdhënës e konsideron sigurimin e punonjësit të vet vetëm si faturë financiare. Për ato 11.2% që na sirr shajndarja. 24.5% që është. Absolutisht ajo është detyrueshme. E para punëdhënësit i paguajnë kontributet sigurimi sepse është detyrueshëm. Domthonë ligjërisht janë të detyruar që t'i paguajnë. Dhe tra ato institucione që thash, tatimet, inspektorati, janë institucione, po themi, dhune që i detyrojnë që t'i paguajnë. Po t'ishte me dëshirë, mbasi do paguanin fare. Do të thonë që shteti që ka vërë të detyrueshme. Por unë nuk mund të them dot nëse punëdhënësit e shikojnë vetëm si faturë financiare. Ajo që unë mund të them është që në Shqipëri biznesi do të rrisin atë që quhet përgjegjësimeria sociale. Do të thotë që do të jenë më të përgjegjshëm nga ana sociale, është ajo që thatëve që kur ta siguroj punëmarrësin e vet, mos mendoj vetëm që do të vinë tatimet këtë do të vënë gjobën, por ta shikojnë dhe një si detyrim, po themi edhe qytetar, edhe human, edhe si një drejtë sociale. Është ndërgjegjësimi i punëdhënësve dhe punëmarrësve njëkohësisht në këtë pikë do ishte po them një nga shpëtimet e informalitetit në punësim. Dhe nëse më lejon? Po si jo. Neve kemi po diskutojmë tash nëse janë të siguruar apo janë të siguruar. Ka një problem tjetër që lidhet me sigurimin, që neve kemi atë që quhet nën deklarim. Domethënë që punëdhënësit deklarojnë paga më të vogla se pagat reale.
Dhe është e vërtetë ajo që paga mesatare në Shqipëri është rritur, dhe për efekte statistikore dhe nëna prishin ca tregu siç është shkalla e zëvendësimit edhe e tjera. Por ama ky është efekt në fakt i sektorit publik. Do thotë që pagat e sektorit publik, ato që ta si 220%, 230% arritur, nuk është reflektuar në pagën mesatare dhe të sektorit privat. Flas ato që deklarojnë dhe paguajnë kontributet shërbimore. Ne jemi koshient që një pjesë e mirë e pagave në sektorin privat, duke përjashtuar pagat e fasonistëve e atyre që thamë 120-130.000 vetave, janë barabara ose më të larta se sektori publik. Dhe kjo nuk reflektohet ke pagesa, si më thënë dhe paga e deklaruar. Dhe ne themi që ekonomia zezë, por edhe kjo ekonomia gri është goxha e madhe në Shqipëri. Do thotë që paguhen 500.000, po themi kotash të vjetra dhe deklarojnë 300, se si më thënë për të qenë brenda atyre kufive. Aq më tepër që thashë dhe paga referuese që ka qenë në fuqi deri para. Desha ta zero pa pyetjen ta. Ta zero siç kemi të më kon. Ne kemi kohë edhe një orë çare. Jo, ç'është e vërteta, ajo është një pyetje shumë interesante, e cila do dhej përgjigje ndoshta praktike. Do praktikës. Unë do jap dy drejtime. Spari, kjo ka të bëjë me vizionin qeverisës. Çdo shteti apo çdo veni, dhe dyta ka të bëjë se tashmë ne bëm 20 vjet demokraci dhe kemi dalë nga adoleshenca dhe ka të bëjë edhe me inteligjencën që kanë shoqëria në tërësi, po veçanërisht punëdhënësit dhe punëmarrësit, të dy aktorë që ndikojnë direkt në marrëdhëniet e punës apo të pagave me radhë. Ajo para, për sa i përket problemit të politikave qeverisë, është këtë normale që të rregullohet një raport i tillë me fytyrë sociale, një ekonomi sociale, duhet të kesh spari një qeveri e cila nuk duhet bëj politika, absolutisht jo, po një qeveri neoliberale, e cila e lën gjithçka të tregut, e kërkon gjithçka që ta rregullohet tregu, e ka të pamundur për ta rregulluar këtë problem. Dhe një qeveri e cila përdor një taksim të sheshtë, e cila nuk duhet bëj absolutisht politikë prapë se përdor ato teoritë e opozitës, jo progresive, jo sheshtë, normalisht taksa sheshtë e ka dëmtuar ekonominë, qoftë formalitetin, qoftë për të ardhurat e punëtorëve me pagë minimale me tulta me radhë. Nuk është nevojë ndoshta me bërë leksion këtu, por realiteti që ne kemi një informalitet të jashtëzakonshëm. Kemi një papunësi të jashtëzakonshme, e cila nuk është konform shifrave zyrtare, absolutisht jo, sepse të kesh 143.000 papunë sot, që quhen vetëm punë kërkues, normalisht Shqipëri ka shifra katastrofike, vetë Spanja shkoi me 27-28% papunë. Nuk flitet që Shteti i Bashkimit Evropian apo Greqia që në krizë me radhë. Kështu që normalisht shteti vetë do të ketë një fytyrë sociale. Nëse shteti nuk mund të bëjë një fytyrë sociale, e ka të pamundur për të ndërtuar politika dhe për të krijuar ndihmë sociale, mbrojtje sociale për njerëzit. Cila është konkretisht fytyra, pamja e fytyrës sociale të një shteti? Pamja fytyrës sociale shtetit, shteti duhet të krijojë një mundësi për të të gjithë dhe me të njëjtin standard trajtojnë njerëzit. Ne këtu sa po folim, jo ka 2 paga minimale, jo ka 3. Duhet luftojë informalitetin. Si mund të luftojë informalitetin? Informaliteti është gangren. Sot fatkeqësisht duhet ndoshta nëse do të më mundësia ta ngushëlloj familjen në Bulqis se ka humb. Do të pyesja. Që ka humb sot jetën minatori në Bulqis, por nga lajmet e masditës ne mësuam që nga 3 vjet që janë ndaluar nga prokuroria dhe një që ka vdek 4, të 4 janë pasionë shoqërore. Çfarë mund të kërkohet tani këtu? Ja një rast konkret. Nuk flitet sot sepse thash ka të bëjnë edhe me inteligjencën e punëdhënësve dhe punëmarrësve. Sot ekonomia është sofistikuar, marrëdhëniet e punës janë sofistikuar, sot kemi qindra firma private kompani private, ne po jemi në komision që punojmë për kodin e punës, për fut element 3 të kodit punës, element 3 të marrëdhëniet punës. Kemi nën kontraktime, kemi qindra firma që marrin me nën kontraktim dhe askën nuk sigurojnë. Ju e keni gjuhë për autostradën, për që ngelen punëtorët pa rroga 7-8 muaj, ke firma koncesionare të tëra që shesin aksionet, i merr tjetri dhe nuk paguan askën. Ke pallate që shesin shërbimet gjithanej dhe del pallati me 4 punëtorë. Një pallat 10 kat nuk mund të bëhet me 4 punëtorë. Po çfarë ndodh? Ai shet shërbimet. Shërbimet elektrike ja shet dikuj. Ai nuk paguan asnjë sigurim. Shërbimet që janë këto fajanca, pllakat ja shet dikuj tjetri. Ai mbete. Dhe kur shkon siguri shoqërore, kush është pronari i pallatit Kolnikolli? Sa punëtor ka? Gruan, shoferin vet. 4 vet në siguri shoqërore. Gjithë pallati ka marru. Sepse shiten shërbimet. Jepet me nën kontraktim. Ke arsimin privat. 70% në arsimin privat janë të pa deklaruar në siguri shoqërore. Dhe gjithë bëjmë së hirë. Një kohë kur ne e dim gjithë sa shkolla private ka, sa nxënës, sa mësues duan, kjo kretë lehtë. Sa firma private, ke firmë që kanë deri në 800 punonjës dhe ka të siguruar vetëm 20 apo 10. Roje private. Një kohë kur ka po kontrata me shtetin, ka disa objekte, mund të ketë 100 vendroje të shtetit apo 200 vendroje të institucioneve shtetërore që i ruan dhe nuk ka asnjë sigurim.
Një kohë këtë letë, shkon në tatime, merr kontratat. Sa kontrata ka me këtë ministri, me këtë drejtori, me këtë shoqëri, me këtë kaq. Kto vendroje, sa roje duan? Kaq. Kjo këtë letë. Realisht nuk ka asnjë lloj interesi qeveria, me sa më duket mua, për të luftuar formalitetin. Thjesht, siç ka thënë dikush herët i ndjeri tash, që është një lloj lubrifikanti, po lubrifikon shoqërinë, tu s'po merret vesh tani, ka formalitet, ka informalitet, ka krizë, ka remitancë, ka kthim imigracioni, gjitha bashkë një lloj aliazhi i cili dali ku dali. Dhe besoj që shumë shpejt do të dalë edhe boja kësaj pune. Po se? Informaliteti është një problem i madh që lidhet paktu lidhet me temën që diskutojmë ne me dy çështje themelore. Duke pas informalitet, kemi më pak të ardhur për skemën e mbrojtjes sociale dhe për jedhoj nuk kemi mundësi të rrisim pensionet në atë masë që dëshirojmë. E para. E dyta është në sensin e individit. Rujtjen e drejtave të individit. Një individ që është i pasiguruar nuk mund të realizojë të drejtat e tij parashikuara në kushtetutë, në ligjet e gjitha. Unë them që pavarësisht nga pozicionimet me zotin Kol, qeveria është gjithmonë interesuar për të luftuar informalitetin. Kjo as nuk diskutohet, sepse qeveria do më shumë të ardhra për të mbajtur buxhetin e vet. Format, metodat, institucionet, strukturat përkatëse varet se sa e bën punën e vet. Aktualisht po punohet në dy drejtime themelore dhe kjo duhet evidentuar. Spari është marrë nisma për sistemin e inspektoriateve. Reforma rregullatore e inspektoriateve. Dhe efektivisht, kjo është në fazën përfundimtare në kuptimin edhe gjithë ministritë janë angazhuar në këtë reformë dhe po rregullon strukturat. Nuk kemë pengu, realisht ato do të punojnë, nuk kemë pengu. Nuk kemë pengu. Po gjithmonë bëhet fjalë për përmirësimin e punës. Duhet një reformë strukturale. Ka një reformë administrative që konsiston në radhë të parë në rritjen e shkallës së informatizimit të sistemit ekonomisë në tërësi. Ne po përpiqemi që edhe skemën e ndihmës ekonomike, sepse këto që punojnë informalitet, këto futen në skemën e ndihmës ekonomike. Këto futen do marrin përfitime se njerëzit do jetojnë me një farë mënyre, domethënë, nëse nuk deklaron të ardhat me një vend, do marrin me vend tjetër. Dhe skema e ndihmës ekonomike është miratuar një projekt pilot edhe me mbështetjen e Bankës Botërore dhe do të informatizohet tërësisht duke bashkëndur gjithë institucionet, pra gjithë institucionet që kanë dhëna që nga ato që merren me automjetet, që nga ato që merren me pronat e tjera futen në sistem. Tatime, sigurimi shoqëror, gjitha bashkë. Futen në sistem eliminon një masë shumë të madhe informalitetit. Së dyti, midis gjithë institucionet që kanë detyrime, qeveria kanë dhënë vendime të veçanta. Vendim për marrëdhëniet midis Institutit të Sigurisë Shoqërore, tatimet, vendim midis inspektoratit, tatimeve, vendim midis vetë instituteve. Pra, në kuptimin institucional të punët e ndërgulluar. Tash kërkohet një bashkëpunim shumë i madh edhe me partnerët social, ti në të gjeshëm punë. Jo thjesht se s'duam partnerët. Po duhet një mbështetje këtë punë, sepse ai që është më shumë interesuar. Ktu ka një, duhet ta marrë idenë. Ktu ka edhe një problem të madh. Divergjenca midis asaj që duhet ta shtrëngosh apo ta lirosh. Pse them këtë? Duke shtrënguar shumë, një pjesë e madhe e popullsisë do ngjet pa një mbrojtje sociale. Po ta shtrëngosh shumë. Unë jam i sigurt që një pjesë e madhe të paaftëve që deklarohen të paaftë, ato që futen skemat ndihmës ekonomike etj, do të hiqeshin nga skemat pa kryer kushtet e një evidentimi të saktë në punën e tyre. Po penalizon që kështu që kjo punë duhet të realizohet nga gjithë institucionet. Asnjë institucion vetëm nuk realizon dot këtë punë, jo për të strukturat tona kanë detyrën themelore. Tatimet, inspektorati shtetëror i punës kanë detyrën themelore. Po këto kur nuk mund ta bëjnë punën e vetme, pa mbështetjen e gjithë institucioneve të tjera, dhe sepse në fundit, nëse një subjekt që punon në thellësi të territorit, asnjëherë shkon inspektorati dhe punëtorët me shefin vet, do nuk ka mundësi praktike të shitimi në raste ideale, pastaj edhe subjektivizmi futet në ka edhe probleme të tjera. Zona duhet bashkëpunimi duhet të gjithashtu, nuk realizohet dot. Nuk e di fiks ligjin për ushtërinë, për forcat armatosura, po e di se ç'është një farë moshe, realisht lirohesh sepse nuk mund të marrësh armë. Nuk ke kushte fizike, nuk mund të marrësh armë. Nuk e di që thon kaq vjet. Ndërsa po të shkosh në gjithë firmat private, ish oficerët dhe ish policët që janë 70 vjeç, të gjithë janë në roje. A mban me leja pa leje, kush e merr vesh, gjithë janë në roje. Gjithë të regjistruar kërkon.
Kanë kritere, kanë ligje. Ose ish minator, ose ish tjerë. Kështu që ka të bëjë shteti këtu, nuk besoj që pritet ndaj bashkëpunim. Ka ligj që përcakton kriteret e pajisjes me armë. Ka ligj, do punësimi nuk ta ndalon. Po ka ligj se ti ke 10.000 student privat. Këto 10.000 student privat i duan 200 pedagog? Po. Atëherë, 5 universitetet private i kanë regjistruar nga zotëria 200 pedagog? Ka që kanë nisur nga 300. Unë nuk tha zona shifrën, se mund të jenë të garantoj që as 40% e pedagogëve janë informalitet. Ka, po një gjë du ta themi, domethënë, qytetarët kontributive janë rrit minimalisht 12 deri në 15% çdo vit. Kjo do thotë, kur pagat janë rrit 5-6%, do thotë që është rrit edhe numri, se nuk mund të rritet 15% tarët kontributive. Ka shku 50 miliard tarët kontributive sigurisht shoqërore. Zoti ha do e di më mirë se është direkt në këtë sektor, po që realisht janë rrit, që timi kontributive mos vjen nga zvoglimi i informalitetit, vjen nga diçka tjetër. Paga është rrit 5%, 6%, ato janë rrit 5%. Zotëria foli parë, ne do të hedhim sensusin poshtë. Sa minë në marrë të vogla kanë nxjerr, sa janë të regjistruar që paguajnë. Ka edhe lehtë. Nëse më lejon gazetar. Profesor, të kërkoj ndjes? Urdhoni? Me që mos shkëputemi nga argumente. Urdhoni. E vërteta është që në këto vitet e fundit është rritur edhe numri kontribuesve, janë rritur dhe tardat e sigurisë shoqërore. Do të thotë ne kemi kapur shifrën e 50 miliardëve, 50 miliardë lekë të reja tash, dhe në fakt ka një rritje reale. Po të shikojmë dhe po të krahasojmë dhe të kthehemi çik prapa që janë ulur janë reduktuar 2 herë normat kontributive. Vajti ul 29.5, tash 24.5. Do të thotë që ul me 5% që i bie 1.6. Duke parë edhe numrin e kontribuesve urban, nuk flasim për fshatin. Dhe tarët do të thotë që neve kemi një trend pozitiv, edhe në numër kontribuesve dhe në të ardhurat. Pyetja shtrohet, dhe unë do ta lidh me atë që thatë pak më parë, që shteti duhet të ketë një fytyrë sociale. A janë të mjaftueshme këto? Ose a ka më burime ky vend për të paguar më shumë? A ka informalitet? A ka atë që tham pak më parë ekonomi gri? Po, por ama që ti jemi një shtet me fytyrë sociale, do të thotë që edhe neve do të ndërgjegjësohemi që ne duhet të paguajmë. Dikush do të paguajë. Po nuk paguam ne shteti që në një farë mënyrë e shijuni. Ku di që lekë? Dhe ne si qytetarë duhet të ndërgjegjësohemi që duhet të paguajmë të gjithë që të kemi fytyrë sociale. Juve tha tash me të drejtë që po është reduktuar tardat paraplegjikëve, invalidëve, ka dhe ca të tjerë që janë ndihma ekonomike mund të jetë ulët në kategori sektora. Problemi është që a duhet neve të pranojmë që të paguajmë shumë, që të jemi dhe solidarë, që dhe ata që na vinë keq për kategoritë që përmendëm të japim më shumë? Normalisht po. Se të paguaj 10% tatimon, 10% një firmë që fiton 100 milion euro në vit, nuk besoj që është shtet me fytyrë sociale. Fytyra sociale ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve sociale. Po që puna për të paguar për shoqërinë do të paguajnë gjithë. Informaliteti është i lidhur nga dy faktorë kryesor, qendror. E kemi të lartë informalitetin, nuk po jap shifra se ne kemi të dhënë edhe për shifrat. Kemi shumë rrjedhje të sigurive shoqërore, të pagës për sigurive shoqërore. Por këtu ne, punëdhënësit shteti, duhet të zgjidhë 2 probleme të mëdha që nuk i ka zgjidhur dot. E para duhet zgjidhë fuqinë imponuese të pagimit të sigurimeve shoqërore. E para. Po nuk është kjo kryesorja. Kryesorëve është që vetë punojësi, punëmarrësi, të jetë interesuar të paguajë sigurimin shoqëror dhe ta ndjeki vetë ai. Po u bashkuan këto dy, në sintezë, dy këto hynë në rezonancë me njëri tjetrin, informaliteti zvoglohet. Po dhe shteti nuk e realizon si duhet, dhe ne si sindikata dhe si anë tjetër që mbrojmë, dhe ne nuk e bëjmë atë të ndjeshëm punëtorin që të kërkojë mos jetë informal, paguaj sigurinë shoqërore. Ne s'kemi të dhëna për aftësinë e përkohshme, për aftësinë e përkohshme. S'kemi evidencë pa aftësisë përkohshme. Që mund kam parë për shembull po marr i kemi ne edhe profesor. Ha? I kemi edhe. Si keni pa aftësinë e përkohshme. S'keni pa aftësinë përkohshme. I paguajnë. S'keni dhënë për aftësinë. Jo profesor. Pa aftësinë dhe ka pa aftësi e përkohshme është goxha e rritur në Shqipëri. Pse?
Sepse kushtet e punës, i kanë edhe si qifra, ka 1%, 5% asaj që është ekzistuese. Sepse kushtet e punës merri fasonet. Siç ka qenë para 10 vjetës, ato kushte pune ka fasonet e sot. Le të shkosh përsa në ndërmarrje tjera industriale, po bujqësi më keq akoma etj. Është një problem që sepse investimet për kushte pune janë fare minimale. Për përkohshme edhe këta të pasigururit. Nuk e di sa është e vërtet, po nëse do ishte vërtet, do ishte trishtuese. Normalisht unë kam marrë vesh që sigurisht shoqërore paguhen rreth 12.000 lindje në vit, raporta lindje. Ja, do paguhen diku mbi 15.000-16.000. 16.000. Ndërsa nga shifrat zyrtare në Shqipëri ka rreth 60.000 lindje në vit. Do janë diku vetë. Sa? 30.000 plus minus. Unë pasëm të fishu atje, po në qofë se janë 30, unë e di për 60, me gjitha jemi publik tu dhe Ministria Shëndetësisë ose dikush tjetër letë na gjykoje. Në qofë se janë edhe 30, 50% e nënave të reja nuk paguhen. A është vërtet kjo tani? Si mas jush? Po. Se ti tha paguajmë personal. 30 lindi, nuk po thuj 60 atë shifrën që kam unë. Për të qenë sakt. Që është e vërtet? 17 nuk janë sakt. Edhe kush e merr, 50% pra, e nënave të reja në moshën 20 deri në 35 vjeç që kryesisht lindin në Shqipëri, nuk përfitojnë raport lindje. Tash, kjo ka të bëjë mëse me politikën kombëtare, pa politikën sociale, ka të bëjë edhe me shumë faktorë tjerë që më mëdhenj, ndoshta për të ardhmen që dëmtojnë të ardhmen e kombit. Tjerë nuk lindin fëmijë, nuk kanë mundësi, nuk i paguajmë kush, nuk janë të regjistruar, janë informal, janë mosha të reja, janë aktive në tregun e punës. Janë shumë faktorë që pra ne po them që informaliteti është bombë. Okej, sigurimi shoqëror jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën paguajnë përfitime mbi bazën e pjesëmarrjes. Do të thënë, nëse nuk je pjesëmarrës në skemë, nuk e paguar kontribut. Po prandaj pyeta kush e meriton, kush e merr. Ndryshe shko ke skema e ndihmës ekonomike. Tash këto nëna të reja, që është e vërtetë ajo që po të krahasosh numrin e lindjeve në Shqipëri me numrin atyre që marrin lindje është ka goxha divergjent. Po që s'ke qenë asnjëherë në punë. Por ama nëse nuk e qenë asnjëherë në punë, ose nëse je bujk dhe nuk paguan edhe atë kuotë minimale që ka vendosur qeveria kur i thon për të paguar, atë më fal, po çfarë ne nuk mund të vemi tu themi një ti lusim të bëjë politika sociale e shtetit pra, që ti fusin. Jo, unë jam ato që tha profesori që të punë se po edhe institucionalizon rehatin kod. Po, ka të bëj edhe me kulturën tonë qytetare që kemi. Tash, po themi që në qytet nuk ka punë. Megjithëse unë besoj që kush kërkon gjën. Kush kërkon gjën. Marrim fshatin. Neve, domethënë me vendim qeveria, të vetëmësuarit në bujqësi paguajnë një tarifë fikse për kontribucimin shoqëror. Nuk na sigurohen as në fshat. Unë jam dakord që nuk ka produktivitet bujqësia në Shqipëri sepse janë ngasta. Por ama unë po të them vetëm një shifër. Paguan rreth 220.000 lekë të vjetra në vit, si vetëmësuar, dhe po mori barlindje do marr 801 milion lekë vjetra në vit. Tash kjo nuk ka të bëj me shtetin, kjo ka të bëj edhe me kulturën tonë qytetare që kemi për të qenë pjesëmarrës. Absolutisht po. Ne shohim edhe fshatin. Absolutisht. Nëse një fshatar paguan 200.000 lekë vjetra, 200.000 lekë vjetra për sigurim vullnetar, me 200.000 lekë vjetra. Jo, vullnetar detyruar, por që është detyruar fshatar për fshatin, me 200.000 lekë vjetra ai fshatari merr të paktën 8 thas miell, i cili garanton bukën për 6 muaj. Tash nuk besoj që ka ngelur një. Jo, ka ngel plot. Ka ngel plot se unë kom pa të shkarkuar ambulanca e autobusa me miell në kohën e fushatës për 5 vota, 10 vota me 5 miell. Realisht, nëse ai fshatari për 8 muaj bukën e familjes vet e paguon për sigurisht shoqërore, nuk besoj që do të ketë shumë fshatarë që do të paguajnë. Sepse janë 7-8 muaj buka që ai garanton për fëmijët e tij, ka dikush 5, dikush 6, për të paguar ai me dal pension. Që ai nuk i mënon i ka pa buk dark, do të mënoj sikur do i vijë pensioni. Nuk besoj që ka fshatar të tillë që Unë do të kam një çëm shumë të lezetshëm, domethënë që në fakt po vjen keq po ta kundërshtoj këtë. Jo, s'ka vërtet. Neve si institucion shoqëror është përgjegjës për të mbledhur kontributet e sigurisë shoqërore për të vetëmësuarit në bujqësi, domethënë për fshatarët që punojnë, fermerët që punojnë në fshat. Dhe është goxha domethënë signifikative që neve më shumë na paguajnë bujq në zonat të thella malore të varfra, sa na paguajnë kavaj. Sa na paguajnë ke nxjerrti ti? Po, absolutisht. Ja po themon se. Jo një sekond, dhe pse? Të gjithë ata bujqin në zonat atje, se një prift të nderuar tha shumë bukur. Do dalim nga pallatet tha sepse ata që kanë ardhur nga veriu sot 20 vjet janë në pushtet, se janë me 7 fëmijë, me 8 fëmijë, rrit me plasmas, janë rrit me hall dhe do marrin pushtetin nesër. Ne që kemi në pallat me ka fëmijë me ka 2, do ta humbim pushtetin, dhe moral dhe ekonomik.
Do të kesh një gjë parasysh. Ata zona të thella që paguajnë, asnjë si paguajnë nga puna që nxjerr, po i paguajnë se gjithë kanë një fëmijë apo dikon në emigracion. Dhe që 100 euro për paguar sigurësi. Ai fëmia ti që në emigracion, ai e di shumë mirë se jati duhet dalin nesër në pension. Jo, niveli milar emigracionit s'ka marrë. E din shumë mirë. Se ka ikur gjithë në Itali. E din shumë mirë dhe aja që 100 euro, 100 euro i paguajnë. Nëse atë kavaj si kanë marrë plesh me vete, nuk i kanë këtu. Ata që në zona thella i kanë printë atje dhe ata i paguajnë. Nuk i paguajnë për arsye këtu. Mos ai për arsye. Apo s'kemi të publik shumë të mirë atje. Ndërhyrje. Po, shumë e rëndësishëm problemi që trajtohet dhe unë do thoshe që ka një ndërthurje faktorësh dhe janë bërë studime nga Instituti i Sigurimit Shoqërore sepse Instituti i Sigurimit Shoqërore, Ministria e Financave, Ministria e Punës, lidhje me të çështje i trajtojmë bashkërisht gjithmonë sepse këto skemat mbrojtje sociale dhe pas që në skemë me Sigurimin Shoqërore do të jenë skemën e mbrojtjes sociale, do të thonë me një farë mënyrë do të mulohet skemat. Dhe është konkluduar që gradualisht meritin si tush të nivelit të kulturës së sigurimit, por edhe numri kontribuese. Nuk është arsye ekonomike, natyrisht ka shumë njerëz që s'kan mundësi dash, por duhet kemi parasysh që 10 vjet rresht, deri në vitin 2000, kontributi ishte 972 lek të reja ose 9720 lek për siguru gjithë vitin fermere dhe 10 vjet rresht ke punë. Pra me 200.000 lek vjetra u sigurun 10 vite pensioni. Dhe nuk kishte asnjë logjik në botë kur e dëgjojnë të hujt këtë a jeni si e mbani skemën. Dhe kjo dhe prap pat nga ato që ishte më pak se sa 1 kilo qumshte, më pak se sa si tush çështja e kulturës. Të shtimi i numrit të emigrantëve, kalimi një farë kohë në emigracion, duke pallafaqur vetën se atje pos patë siguracion ngelish këtë dera spitalit, nuk të fut kush brenda, ka filluar gradualisht të rrisë numrin. Me ato unë nuk du ta largoj vëmendjen nga kjo çështje. Desha të theksoj këtë që në fushën e sigurimit shoqërore kemi shtyllën kryesore, 70% profitimi kemi pensionet, jenë rreth 90 miliard lekë të reja që harxhohen 2 miliard. Dhe janë bashkë me skemat e mbrojtjes, jenë 120 miliard, jenë mbi 35% të buxhetit të shtetit shkon për skemat e mbrojtjes sociale, sigurimin shoqërore, sigurimin shëndetësor dhe mbrojtje sociale nga Ministria e Punës. Mbi 35% buxhetit të shtetit. Dhe apo të shtosh edhe pagat, që pjesë e mbrojtjes sociale shkojnë mbi 60% e buxhetit të shtetit shkon drejt për drejt tek popullsia, drejt për drejt transferta në buxhetin e familjeve shqiptare. Dhe sepse ashtu shkon, do marrësh 70 miliard paga, do marrësh 90 miliard pensione, do marrësh 35 miliard ndihmë ekonomike, e gjitha këto bashkë. Shteti ka shumë për pensionet. Sepse janë 540.000 pensionistë. Kjo pyetje do ta lëm se ama sikur vjen puna për para, bëjmë njerëz zakonisht. Edhe një herë publicitet, nuk e ndërpres më deri kur sikim pastaj në shtëpi. Edhe gjatë 120 sekondave të publicitetit, askush nuk ka bërë pushim nga Net5 këtu. Ne kemi vazhduar këtë diskutim. Përpara se të kalojmë tek pensionet, sepse siç e shihni edhe nga titrat, e kemi ndarë këtë 120 minutash afërsisht midis pagave dhe pensioneve. Kemi folur gjatë për sigurimin shoqëror, dhe nga që po flasim për sigurimin shoqëror, mua më duket luks i madh të flasim për si quhet se mos gaboj tatimi mbi pagat plus. Dy punësime, tre punësime kemi. Dy punësime, tre punësime, po. Do të thënë kur ne pasemi kaq të vështirë edhe kaq, nuk po them të pamundur, po kaq të vështirë edhe të ngadalë këtë procesin e ngulitjes në tru që sigurimi shoqërore duhen sepse do të kthehet mbrapsht nëse kontributi, gjithsesi prapë mendoj që unë jam mësuar me më shumë para në përduar tani dhe nuk e di se ai pensioni pas 20 vjetësh, 30 vjetësh do më ndonjëherë në sy, po kjo është një çështje që inshallah do rriten më shumë kur dalë në pension. Po e kisha fjalën te 2-3 punësimet. Ligji thotë që po qese kryen ose fiton të ardhura nga puna, në mënyrë të detyruar do të paguash kontribut. Për të gjitha punat që bën. Absolutisht. Ajo që është vendosur, që preke pak në fillim kur folë për pagën minimale, është që do të paguash deri një kufi maksimal të pagës. Që është 70.000? Jo, është ka qenë 87.700, si me këtë rritjen e re do të ketë vazhduar, si thonë se mbaj mend do të ketë vazhduar 91.475 lekë. Dhe ajo që thonë juve që është vështirë për të mbledhur kontribut, por në fakt ne paguajmë për 3 punë. Ata njerëz punojnë nga 3 punë fare në mënyrë janë të ndërgjegjshëm do të paguajnë. Domethënë nëse ajo që diskutoj pak më parë, ata njerëz bëjnë nga 2-3 punë, edhe lodhen shumë, janë dhe të ndërgjegjshëm do të paguajnë sepse do kthehen.
Por me që duke shfrytzuar rastin edhe për njerëz të tjerë, sepse ke konstatojmë raste që njerëz që punojnë nga 2-3 punë dhe paguajnë kontribute në çdo punë, do të thotë që kalojnë pagën maksimale që paguajnë dhe ato janë parat, si më thënë, të paguara tepër, është që për çdo punë duhet të paguash, por jo më shumë se paga maksimale që sot është 91. Çfarë ndodh kur se kam pyetje personale me telefon? Si procedurë po, si Kush procedurë. i kthejnë taksat apo i kthejnë sigurimin shoqëror? Nuk do t'i paguash. Jo, paguan, ikën, paguan. Me tatimet. Me tatimet. Ata janë, si më thënë, institucioni që administrojnë kontributin sigurimin shoqëror. Pra nuk është se të konvertohet më në si quhet, në kohë zgjatje sigurimesh, po të kthehet parat tepër që ke paguar. Kështu? Nuk ti jemi sinqert nuk e di çfarë procedure përdorin tatimet për rimbursimin e shumave të paguara. Ajo që unë di është se si duhet bërë, domethënë. Në rast se i punësuar në 2 ose në 3 vende dhe tek njëra nga punët paguan me pagë maksimale, me një vërtetim që çon nga puna e parë, deklarohesh ke organet hetimore si e punësuar ke puna 2 dhe 3, por me shumën 0 për të paguar. Pse? Sepse ke paguar ke puna 2. Në rast se pagat të dyja pagat bëhen më shumë se paga maksimale, paguan tek të dyja punët derisa të arrish pagën maksimale. Më përpara ka qenë kështu që i paguhet gjithë dhe rimbursoheshin, për arsye të vonesave në rimbursim. U bë kjo procedurë që kanë pyet tatimet në borxhe me mua përfundimisht. Po. Në fakt kjo nuk është fajta time, është faj ekonomist dhe të firmave të ku ju. Ku ka punuar unë. Dhe mbetemi tek pensionet, aty ku e nisëm dhe tham sa ishin ato me miliarde? 70 miliard për pensione. 92 thot. Domethënë ja. Bashkë me sigurimin shoqëror të tjerë. Atëre për të kuptuar dhe publiku se përse përdoren 92 miliard lekë, më lejoni të them që Instituti i Sigurimit Shoqëror përveç pensioneve, që paguajnë pensionin pleqëri, invaliditet familjar, paguajmë këto përfitimet e fatshkullave të profesorëve, barlindje, smundje, aksidente në punë. Kemi edhe disa skema të veçanta të cilat ne i administrojmë dhe i paguajmë, që në fakt nuk lidhen me pensionet, por për arsye administrative, efektiviteti, kosto i paguajnë Sigurimin Shoqëror. Kush janë këto? Janë pensionet e parakohshme për vitet e shërbimit, për ushtarakët, janë trajtime veçantë për minatorët që kanë dalë, janë për ish pilotët, ish nëndetëset, ish punonjësit e industrive ushtarake, janë gjithë kompensimet e tardhave që jepim, shumë kompensim për energjinë elektrike, për çmimin e bukës, për të kompensuar tardhurat. Kemi statusin e veteranit, statusin e dëshmorit, invalidit të luftës, invalidit të punës. Të gjitha këto përbëjnë atë buxhetin e madh të Institutit të Sigurimit Shoqëror, që është 90 si vjet me rritjen e fundit që u bë të pensioneve pak vjet. Tani në ferë në një korrik, qeverinë në fëqen një korrik, vete 92 miliard lekë të reja, që bje 920 miliard lekë të vjetra. Sa pagu buxheti i shtetit? Gjysmën? Jo, edhe këtu ka nevojë për të bërë një sqarim publik. Jo, shpesh dëgjojmë që deficiti i skemës së pensioneve është 40%, gjysma po thoni ju 50%, nuk është e vërtetë. Sepse jo më konte për atë sqarimin që thash. Të gjitha ato skema të veçanta që qeveria ka dalë garant për t'i paguar, nuk mund t'i ngarkohen skemës së pensioneve. Nëse qeveria ka thënë që për të ndihmuar bujkun, do t'i lë të paguaj, do të thotë që bujku për ta ndihmuar me që ka produkte të ulët, janë të varfër, nuk mundet të paguajnë, do t'ia paguajnë gjysmat, atë nuk mundet dot t'ia ngarkojmë të skemës së pensioneve. Ne sa e thamë që vetëm si kontributet sigurisht shoqërore mbledhen rreth 50 miliardë lekë të reja. Që shkojnë për pensione. Dhe jo të 92 miliardë shkojnë për pensione. Deficiti i skemës është 1% e GDP-s, që t'jemi korrekt. Deficiti i skemës së pensioneve. Nëse qeveria nesër vendos që do të jap të gjithë, po themi, minatorëve, me që ashtu, do t'u jap nga 200-300 lekë vjetra në muaj, dhe automatikisht qeveria t'i pagon nga buxheti vet. Nuk mund të ngarkoj skemën e sigurimit shoqëror me qeveria vendos si ta bëj këtë punë, automatikisht do lekët do jap qeveria. Nëse qeveria vendos që do të kompensojë për efektin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike, po themi nga 500 lekë ose nga 5000 lekë të vjetra, gjithë do të paguajë buxheti i shtetit. Se nuk dahet kjo llogari. Është ndar. Absolutisht është ndar. Ne kemi të ndara të gjitha me deg në pensione sa janë buxheti i shtetit të lartë intelektuale këta institucione. Absolutisht kemi të ndara. Lejon. Më fal. Skema e sigurimit shoqëror tek ne është e ngarkuar përveç atyre degëve sigurimit tradicionale dhe ligjore që janë smundje, barlindje, invaliditet, pensionet, aksidentet smundje profesionale, papunësinë, ka edhe shumë skema të tjera të mbrojtjes sociale, të cilat në thelb janë në kuadrin e përgjithshëm skema e mbrojtjes sociale, ku përfshihet sigurimi shoqëror të tjerat, por janë 100% buxhetore, që do thotë qeveria ka vendosur
të rimbursoj rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Janë 4 miliard, mbi 4 miliard që Instituti Shoqëror u jep pensioniste, por këto janë buxheti i shtetit. Nuk më duhet Të gjatë. tjerë, pra, Mu më duhet sa Jo, për ta merr saksuar. zotëria për pension dhe sa plotëso shteti me plotsu ato 5 kolona për që skemën e ato sigurimit 5 shoqërore në tërsinë e vet, për skemën e sigurimit shoqërore tjera në do tërsinë e kanë vet, rëndësi. në mënyrën e sotme të organizimit, nga buxheti i shtetit jepen 35 miliardë lekë. Nëpërmjet Ministrisë Punës. Ministria e Punës ja jep Institutit të Sigurimit Shoqëror 35 miliardë. Po këto 35 miliardë nuk janë sepse skema e pensioneve është deficitare në këtë mas. Skema e pensioneve është deficitare në këtë mas, rreth 11-12 milion, nuk e kam shumë qartë, 1% e GDP-s rreth këtyre shifrave shkon, ndërsa pjesa më e madhe e kësaj jenë sepse ne nuk e kemi gjykuar deri tani se është e nevojshme të ndahet skemat e mbrojtjes sociale për pensionistin. Nuk është logjike që pensionisti shkojnë në 10 sportele. Nuk është logjike që të përdoren shumë administrata e tjera të tjera. Është në strategjinë e sigurimit shoqërore, është afatgjatë, parashikohet që shumë nga këto skema që nuk kanë të mirë filtra nga skema e sigurimit shoqërore, do të çliroheshin nga kjo që zhvesh skema e pensioneve. Kontribute, përfitime nga pension të zhveshën. Ne e dim, specialistët e institutit e din shumë mirë. I Ministri e Financave din shumë mirë se sa është deficiti i skemës së pensioneve dhe sa janë skemat e tjera të mbrojtjes sociale. Ministria e Financave di. Dhe po tani nisim nga kjo punë, faktikisht Ministrisë e Punës jepet 52 miliardë lekë mbrojtje sociale. Nga këto, Ministria e Punës delegon Institutit 35 miliardë dhe 17-18 miliardë i përdor vetë me këto skema të ndihmës ekonomike. Dhe më thonë, skemat e mbrojtjes sociale në tërsinë e vetë janë shumë... Nuk janë skemat mbrojtjes sociale. Unë vetëm një gjë marrë vesh që deficiti është 1% e GDP-s. Po, kaq është sa. Masani kjo, si të luajë GDP-a luan edhe kjo. Shumë lartë është. Tash unë duhet kundërshtoj ty që nuk janë skema sociale. Në të gjithë botën, Instituti i Sigurimit Shoqëror është një strukturë trepalçe që ose ai buxhet e thesi i madh i pensioneve është një kontribut trepalç që financon punëmarrësit, financon punëdhënësit dhe qeveria 1% të GDP-s. Dhe mbyllë thesi këtu. Pa këto që fut Ministria e Punës për kompensime energjie ku më radh. Tani vim kaj thesi që them unë. Normalisht në gjithë botën janë institute, janë struktura sociale. Në Shqipëri ka ndryshe. Kjo është bo strukturë financiare, bo biznes, populli thot biznes. Unë po i them strukturë financiare, sepse u marr nga Ministria e Punës dhe kanë shkuar kanë vuke Ministria e Financave. Dhe ka kaluar biznes. Askush më as e di tani. Dhe mund të lindë drejta jo të paragjykoj, po të kërkoj diçka, që sa, prani thash sa fut shteti këtu në mes. Sepse unë paguaj për pasit përkohshme. Absolutisht. Prit, unë paguaj si punëdhënës. Ajo shkon ke buxheti, nuk shkon për atë problem që shkon. Si absolutisht. Po këtu del në më lejo. pavësia. Të ta japë përgjigjen. Po. Atëre, buxheti i Institutit të Sigurimit Shoqërore është i pavarur nga buxheti i shtetit. Kur miratohet buxheti i shtetit në parlament, sepse çdo buxhet ka lënë, miratohet dhe dy ekstra buxhete, që është buxheti i sigurimit shoqërore dhe buxheti i SKS-së, i sigurimit të shoqërisë. Do të thotë që të gjithë lekët që mblidhen si kontribut shkojnë automatikisht në atë që ne quajmë fondi i sigurimit shoqëror dhe përdoren vetë për të punë. Që menaxhoni vetë, po. Institucioni. Po. Ajo që ne po kërkojmë dhe astitje. Le botja këta me menaxhu gjë? Çe flet. Jo, edhe diferencë. Po në realitet këto. Po jo pas se unë do të thasë ju keni parasysh. Do të thasë hapur. Unë kam vetë që flas hapur sepse jam publik. Po, në rregull flas, dëgjoj. Fakti që ne Ministria e Financave vetë 1% e GDP-s i deficit. Vetë ngarkesa. Do të thotë që ne spari që e ka marrë në sjetull, dhe që dita që e ka marrë Ministria e Financave në sjetull, ma nuk ka asnjë lloj transparence për dy aktorë tjerë. As për punëdhënësit, as për punëmarrësit. Nuk ka asnjë lloj as bashkëqeverisje, jo, është formalisht një bord, është formalisht një bord, ma ata tre përfaqësues janë bëha fosile që në vitin 92, në gjë mundit, se janë përfaqësues, sepse i bëni me venim qeverie, nuk i bëni me përfaqësim, në gjë mundit. Unë i di shumë mirë se jam të marrë me këtë punë tash 10 vjet. Dhe çfarë ka ndodhur? Që kur ka kaluar në varësitë e Ministrisë së Financave, është errësuar gjithçka. Dhe tani çfarë bën qeveria? Qeveria me drejt ja vesh gjithë ato grupet e tjera vulnerable sociale që ti edhe përpara pas janë. Pak rëndësi ka. Dhe tani nuk ka më transparencë. Jo vetëm për të seruar një gjë të vogël,
se bëhen njerëzit, se mu të shmon telefoni, u bllokua telefoni im nga mesazhet, nuk funksionon më. Domethënë, do të sqaroj vetëm të pjesën këtu. Ne ju thoni që Ministria e Financave nuk të lejon të menaxhosh, ndërkohë Astridi thotë që si mund të na marrë kur na jep 1% të GDP-s. Ministria e Financave, atë thesin që thashur, pak të pjesën tjetër, e përdor si mas interesit vetë dhe i rrit pensionet kur doje, i rrit sa doje, nuk ka transparencë se sa ka grumullu, as sa ka shpërndar për pensionet, as jam. Kjo është realiteti dhe mund të gjykojë publiku. Sa është problemi që? Për hir të debatit dhe për transparencën me publikun. Unë e thash pak më para që në deficitin e skemës së pensioneve kemi në 1%, plus minus 1% të GDP-s. Do të thotë që shteti, nëpërmjet buxhetit të vet, ne na subvencionojnë që çdo ditë pensionistët t'i marrin lekët kur u takojnë dhe kur ka nevojë. Do të thotë nuk ka bërë vaki që të jetë vonuar pagesa e pensioneve 1 orë, jo 1 ditë. Do të thotë që neve qeveria na ka ndetur kur i thonë në gatishmëri që edhe kur nuk kanë dalë lekët me ky deficit që thash, qeveria të nat. Dhe në këtë sens bie poshtë ideja që neve Ministri i Financave na me lekë. Përdesa na jep s'ka çfarë të marrë. Ajo që unë desha të theksoja dhe kam me merak për të thënë është që lekët që paguhen si kontribute të sigurimit shoqërore është ndaluar me ligj që nuk i përket qeveria. Sepse të lutem. Ne i marrim qeverisë për të paguar pensionin dhe të investojmë. Dhe këto kalojnë që ajo i quhet fondi sigurimit shoqërore. Problemi që ngatrohet dhe unë e shpjegova apo mbase nuk u kuptua është që Instituti i Sigurimit Shoqërore i kanë vënë mbi kuris dhe ca skema të tjera, të cilat nuk kanë të bëjnë me kontributet, por kanë të bëjnë me ata që thash ti eksaktisht mbrojtje shoqërore. Marrin skemën e menatorëve, të tërë ish punonjësit e nën tokës, të cilët kanë pas 23 vjeç, pavarësisht nga mosha që kanë dalë me ata që quhet trajtimi veçantë me menator. Dhe kjo ka qenë dëshira e qeverisë. Jo kësaj qeverisë që pas qeveria ka qenë 2001, por t'u dhënë një ndihmë shoqërore. Dhe nuk ja lanë Ministrisë së Punës për të paguar as po themi kota si bankës kursimit, po vendosën ta bëjë këtë punë Instituti i Sigurimit Shoqërore, sepse ka kapacitetet e nevojshme institucionale. Të lutem. Atëherë fal. Po e njëjta gjë ç'si ka. Atëherë kishte Ministria e Punës, Instituti i Sigurimit Shoqërore, ishte këtë normale që mëna Ministrisë së Punës i paguante gjithë ajo. Po jo sot që ka Ministria e Financave. Pasti të lutem. Ta mbaj. Po të jetë për filozofin ton si përfaqësues të Institutit të Sigurimit Shoqërore, ne do ishim të lumtur nëse të gjitha këto skema të veçanta që nuk kanë të bëjnë me kontributet, me atë pjesëmarrje, të administrojnë nga instituti më vete. Ne do merresim vetëm me pensionet, do ishim të lumtur për të. Lumturia në ndryshe. Që ju ke Ministria. Ta mbaroj iden. Dhe duke shkuar ke Ministria e Punës ju, atëherë të largoheni nga Ministria e Financave, runi thesin dhe i paguni gjitha këto, sepse jeni brenda Ministrisë së Punës, jeni brenda asaj ministrie e cila ka përgjegjësi sociale për shoqërinë. Jeni brenda asaj ministrie e cila shpërndan këto fonde sociale për shoqërinë. Nësa sot jeni brenda një ministrie tjetër e cila fut lek në xhep për shtetin, në xhepin e shtetit, flasjot ministrit, atë diaj, po në xhepun e shtetit. Dhe nuk mund bëhet ky lloj menaxhimi që ti një institucion social të menaxhosh nga institucion financiar. Ti e ke humb pavarësitate dhe ti e bë biznes si sot populli. Nuk je më institucion financiar. Është social. Ne jemi institucioni sigurimeve, do të thotë që do paguash kontribut, sigurime, do të nuk kemi social. Ne kemi një rol të madh social. Pse? Sepse mbulojmë 550.000 pensionistë dhe niveli ose impakti që kanë të ardhurat të lutem. Jo, do të bëjmë marrëveshje fjalë. Jo. Janë institute sociale. Ndoshta sociale quhet ajo që dikush të fal ose të ofron, ëh, që ta serojmë këtë punën. Do të desha seroj diçka. Shteti shqiptar gjithmonë skemën e mbrojtjes sociale e konsideron një të vetme. Ka një skemë mbrojtje sociale në Shqipëri, e cila përbohet nga sigurimi shoqëror, ndihmë ekonomike, pavësia, rimbursimi i librave, shtëpi, ilaçet, rimbursimi i ilaçeve, qerat e buta, të gjitha këto në tërsinë e vet janë ajo që i themi mbrojtje sociale. Welfare state. Kjo në tërsinë e vet është detyrim i vendarisë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale. Por për secilin prej tyre ka institucione specializuara. Institucione specializuar për pensionet dhe sigurimin shoqëror në tërësi, për sigurimin shëndetësor në tërësi, për rimbursimin e librave Ministria e Arsimit, për strehimin është Ministria e Punë Publike, Transportit dhe Pushtetit Lokal. Ne i udhëheqim të gjitha këto, ne jemi përgjegjës për gjithë këto skemat edhe në raportimet me partnerët ndërkombëtar, jemi përgjegjës edhe marrëveshjet me institucionet me vende të tjera ndërkombëtare, pavarësisht se këto gjithë janë antarë të grupit punës edhe Instituti i Sigurimit Shoqëror dhe Sigurimit Shëndetësor. Për se më tej, ç'është Instituti i Sigurimit Shoqëror? Është institucion publik i pavarur. Buxheti miratohet i ndarë nga buxheti i shtetit, por në qeveri propozohet nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Instituti i
buxheti i sigurimit shoqërore përbëhet në 2 pjesë kur e përgatisim. Pjesën e luanit themi, e përgatit natyrisht e përgatit Instituti Sigurimit Shoqërore, por nëpërmjet Ministrisë Punës paraqitet pjesa që ka të bënë me dhënien e përfitrimeve drejt për drejt tek popullsia, që është pjesa më e madhe. Një pjesë tjetër që merret me administrimi, që është rreth 1.6 miliard, tu mund të shkojnë të ndryshimi. Pra që nuk ze 1%, 1.1%, 1.8%, është një pjesë që përgatit nga Ministria e Financave. Ai ka të bëjë vetëm me numrin e punonjësve të Institutit Sigurimit Shoqërore, letrat e tjera. Pjesën e madhe e përgatitur. Se kontrollon ti. Prit 1 minutë. Deri në vitin 2015, ne e kemi përgatitur këtë buxhet të Sigurimit Shoqërore. Si e kontrollon? Gjithmonë dhe kur përgatit buxhetin ti e ke qenë parlament ti buxhetin si Ministri i Punës. Atë ti si e kontrollon? Praktikisht, flasim praktikisht. Në mënyrë kategorike nuk ka ndodhur që Ministria e Financave të bllokon ndonjëherë fondin e sigurimit shoqëror. Sa kemi kërkuar. Ajo fond trepal, thash edhe herë. Ai ka lidhje fare shteti me punë. Unë jam plotësisht dakord që thas zotëria është ndarë nga problemi. Ajo nga buxheti i Ministrisë Financave. Vije problemi, një problem për të miratuar para. Ti si e kontrollon? Ti thua kam miratuar si Ministri i Punë, këmbë, realisht që ti s'ka si faci. Ti nuk ke as këshillin mbikëqyrës të këtyne, as drejtorin të këtyne, as ne do të deshim që të kishim nën kontroll. Po shonë gjithë botën, jo të dëshiroj. Po këto shonë gjithë botën. Jo, s'është gjithë botën, nuk e kanë Ministri i Punës. Si bëhet administrimi këtyre fondeve? Pra fondet meratohen nga qeveria, meratohen nga parlamenti. Nuk ka ndodhur këto vite, 10-15 vjet që punojnë këtu që thot Ministria e Financave që nuk duan këto fonde, janë meratuar. Pastaj administrimi i tyre bëhet. Çelet buxheti me ligjin e buxhetit shtetit, transferohet Institutit Shqiptar për administrim, raporton çdo tërmujor. Çelet pjesa tjetër, raporton çdo tërmujor. Ndërkohë që para administrimit që e bën Ministria e Punës, e çon parlament Ministria e Punës i gjitha dhe në fund Ministria e Punës nuk e kontrollon fare. Ai tjetri që ka 1.6% të gjithë atij buxheti, ai tjetri pasa drejt ta menaxhojë, ta kontrollojë dhe ta përdorë. Nëse aty që ke 98% atij buxhetit, ti s'pas drejt fare. Zotit Kolës, pse ne kemi varësia të administrimit administrimi i fondit. Po ajo historia, këtë aty është. Ta marrë po them që ato leki fut shtetin që. Ta marrë ide. Dhe i përdor programat zeza buxhetit dhe pensionistat marrin radhën ka 2 muaj atje se ato bë ajo posta. Administrimi i fondit sigurimit shoqërore bëhet nga Këshilli Administrativ, i përbër nga 12 anëtar. Ndryshimi i vetëm është ky, që ka qenë Ministri i Punës, kryetar i Këshillit Administrativ, është Ministri i Financave. Para ma, është zëvendës Ministri i Punës është anëtar i Këshillit Administrativ. Zëvendës Ministri i Drejtësisë është anëtar i Këshillit Administrativ. Vendimet merren në Këshillin Administrativ. Ka rregulla me varësinë administrative. Natyrisht, varësia tregon gjithçka. Ky është strukturë që duhet varet nga juve, nga Ministria e Punës dhe jo nga Ministria e Financave. E dyta, Ministria e Financave thith në formë taksa, shtatimesh e gjithë, nga 22-23% të GDP-s. Dhe 1% i jep këtyre GDP-s. Ai kupton se sa e madhe është barra. Pse? Se ata nuk e bëjnë punën mirë ata të mbledhjes statimet të Ministrisë së Financave. Ata kanë pas inspektorat shumë të mirë ta përpara. Profesor, më vjen keq që po të ndështoj, po kam idenë që performanca e organeve tatimore në mbledhjen e kontributeve është më mirë se sigurimet shoqërore, sepse ata janë kështu institucion absolutisht. Jo, më sa ata është absolutisht. Ai thesi madh, aty thesi madh merr vesh sa. Jo, është konglomerat më Ministria e Financave është konglomerat. Në rregull. Që ta zhvillojmë edhe argumentin tjetër sepse i hiqet Ministrisë së Punës varësia administrative direkte e institutit dhe i jepet Ministrisë së Financave. Që ta si më ta dhe nëse do ta trajtoj çik më thellë këtë problem, ta trajtoj edhe më thellë, si absolutisht çfarë defektesh ka. Unë mendoj që një nga arsyet, përveç informalitetit që më folën shumë që të mos bëjmë të bezdisur dhe të përsisin veten, një arsye tjetër që buxheti i sigurimit shoqërore dhe më saktë i fondit të pensioneve është i lartë, ka të bëjë dhe me numrin e lartë të pensionistëve që Shqipëria ka. Do të thënë ne jemi një vend me një moshë mesatare përveç Kosovës jemi njëshi, do të thotë që Kosova është mere se ne dhe ne jemi kështu. Numri i pensionistëve për këtë moshë popullsie që kemi ne është i lartë. Pse? Sepse neve kemi pas moshën e daljes në pension të ulët.
janë këto që dolën 91, 92, 93, 94, 95, 60% e famshëm, ose dalet e para koshme për pension, dhe kanë dalë dhe njerëz në pension 45 vjet, të cilët sot se kanë mbushur moshën për ta marrë, dhe ata quhen pensionist, dhe të gjitha këto rritjet e pensioneve, neve themi që nuk kemi minimum jetik. Më falë, ta mbaroj argumentin. Ke papunësi të madhe. Jo, këtë ti. Jo, po flasim fonë pensioneve, ndaj. Pensioneve. Po jo, po ka lidhje me pensionet. Po sigurisht shëjtore. Po jo, po të ke papunësi. Ne që kontribuojmë për ata që janë pension, ne kuptojmë. Jo, bëhet analiza kështu, do të marrë në kompleksi, zoti zëvendës drejtor. Bëhet kjo analizë kështu. Ti merr një nuk ka kaq më numër pensionistëve. 500.000 pensionistë. 55.000 pensionistë. Nuk kanë kaq në lloj, po ta kapë si shifër e pranueshme. Po problemi informalitetit dhe papunësisë. Ja, ne kemi 1.2 milion të punësuar afërsisht, dhe vetë punësuar, 1.2 milion. Sa u thithim sigurime shoqërore? 850. Sa? 850. 50.000? Po. 400.000 ku janë? 850.000 veta. Bravo, kaç paguhet? Ku janë 400.000? Ku janë 400.000? Një sekondë. Mos kthehemi tek pjesa tjetër sepse është diskutim tjetër. Forca aktive në Shqipëri është 1.064.000 eksakt. Këtë ka përcaktuar disa herë Instati dhe unë e thash në fillim, nuk e vend diskutim. I beson sigurimin zyrtar shtetëror. Instati e ka përcaktuar se çka përcaktuar normën e inflacionit. E kemi bërë disa herë analizën se si duhet të forca aktive. Ne kemi 300.000 pensionistë që në fakt po t'i shohësh si mos grup moshe janë mosha pune. Po t'i shohësh ato nuk kanë punë. Janë 960 dhe 964 vjet. Ne kemi rreth 300.000 emigrant më shumë se sa çka Stati i konsideron emigrant. Sepse Stati thotë 2 milion. Stati thotë është emigrant ai që është mbi 6 muaj etj. Është bërë kjo analizë disa herë dhe forca aktive tash a ka informalitet? Ka informalitet. Por jo informalitet nuk rreka. Është edhe një analizë tjetër. Është edhe një analizë tjetër, por nuk rren. Po kanë metodik. Stati thotë që do të konsideroj emigrant ato që është mbi 6 muaj jashtë. Ndërsa efektivisht 6 muaj është jashtë, po nuk është tu për punu. S'kem nëse këmë shoqëror tek ne ka një faktor ekstra që në studimet që janë bërë me institucione specializuar tani po e marrin në konsiderat. Në fundit Shqipërisë forca më aktive le themi moshëre, po i kemi gjithë në emigracion. Kemi 400.000 vet kontribuojnë në skemën greke të pensioneve. 200.000 vet kontribuojnë në skemën italiane të pensioneve. Që kontribuojnë atje. Ndërsa prindit e tyre i marrin pension në Shqipëri. Ka një marrëveshje. Europian që duhet të tërësoj. Nuk duhet të bëjmë. Do të kërkojnë ndjesë që... Ju jeni në burë që keni po me Itali, ne keni po me Greqi, edhe me institutet sindikatave të Italijës që keni po e marrëveshje. Po, po nuk keni bërë me institutet si shoqërore italiane. Për njohjen e kontributeve. Ne po përpiqemi që të krijojmë terrenin. Direktiva Bashkimit Evropian që i detyrojnë edhe ato shtete. Jo, janë dy faktorë që përndojnë. Shqipëria, domethënë Këshilli, më fal, Komisioni në Parlamentin Evropian për këtë punë, ne shpresojmë që nga statorit ta marrë në konsideratë, por nuk është miratuar. Discriminatuar atë ishte fantastike. Këshilli Ekonomik e Social në Bashkimin Evropian e ka për detyrë me sepse është një marrëveshje që transferohen kontributet. Dhe do të thonim tjetër ne jemi peng i europianëve që mos hyjmë mos ta zgjasim mos dalim jashtë loje, sepse politika mos pranimi i statusit, mos pranimi i kërkesës, politika konfliktuale është edhe këtu, na largojnë edhe nga kjo. Sepse në momentin që ne na prodhojmë kërkesa, në momentin që ne jemi dent për të pranuar Bashkimin Evropian, atëherë direkt kjo marrëveshje do zbatohet. Inshallah kemi fatin ti unë tjetër, s'ka problem. Zbatimi se marrëveshjet do të na shlirohet totalisht bërbile, do të bëhet në skemat më të preferuar në botë, besoj se ne kemi gjithë në njerëz të jashtë, që do vinë situacione këtu. Sa vende të reja punë krijojnë në vit. Edhe sa shitë si për një vend të ri pune, mos flisni. Ma le të korrigjoj vetëm një. Se ne jemi ekonomistë. Në shkrimi i kësaj marrëveshjeve ose si me pranimi i kësaj marrëveshje nga Bashkimi Evropian, do jetë në të mirë të qytetarëve shqiptar, jo të skenës shqiptare. Pse? Se ne do paguajmë për ata? Jo. Secili do paguajë pjesën e vet. Ata shqiptarë që kanë mbruar në Greqi dhe janë kthyer tash. Dhe po të kërkojnë pension sot, nuk u njihet vetë vjetësi sepse nuk ka marrëveshje. Po unë shkruaj kjo marrëveshje me Bashkimin Evropian, automatikisht qytetarët shqiptar marrin lekët që kanë paguar në Greqi ose në Itali edhe që ta Astrid. Unë të ta vazhdoj argumentin që ta Astriti. Niveli i emigracionit shqiptar i emigracionit tek ne është shumë i lartë. Tash të paktën sipas ca llogaritëve që bëj unë, domethënë kështu empirike, do të jenë mbi 1.1-1.2 milion shqiptarë që janë në shtetin. Dhe shumica e tyre, po themi diku në 60 dhe në 75%, janë fuqi punëtore. Do thotë që janë në moshën nga 15, 16 deri në 64 vjeç. Dhe ata vazhdojnë të punojnë, të kontribuojnë, të jetojnë si qytetarë të ndershëm në Itali, në Greqi, në Amerikë, Kanada, në Gjermani. Prindit e tyre
që janë qytetar shqiptar vazhdojnë ta marrin pensionin kur kanë neve. Dhe i bie skema ajo në shkruaj që paguaj unë sot që për ta kuptuar publiku dhe merr mamaja me pension. Ndërkohë që ato prindit e tyre marrin pension në Shqipëri, ndërsa ata kontribuojnë për pleqë italian. Të lutem ta mbaroj argument. Kjo do të thotë që ne na është sfazuar, na është prishur balanca në Shqipëri. Dhe është ajo që thot profesori që e kemi devizin lart. Po e kemi devizin lart, sepse neve kemi 1.4 kontribues për një përfitues sot. Do të paguajnë 1.4 njerëz që të marrin një pensionist. Ndërkohë që skema duhet ishte të paktën 2-1. Dhe po ta bësh bilancin e popullsisë, që thotë profesori 1.2, 1.3, 1.4, po të marrësh po themi ta thjeshtoj. Po të marrësh regjistrin e shtetasve dhe të nxjerrësh sa janë në mos punë, ne i bie që do të kishim 3/1. Po në fakt ne i kemi në regjistruar në gjendje civile, po ata nuk janë banor realisht në Shqipëri. Sa ata punojnë jetojnë në Greqi dhe në Itali edhe në 10 shqiptarë që kanë bërë bashkimin familjar dhe morën pension minimal në Shtetin Bashkimor Evropian. Po. Pa kontributin shumë mirë. Nuk marrin pension ata, marrin asistent. Asistent minimale pra 700 euro. Po. Ashtu. Të gjithë Shtetet Bashkimit Evropian, çdo shqiptar që ka bërë bashkim familjar dhe mbi boshën 65 vjeç e paguon Shteti Bashkimit Evropian me 700 euro. Po ne ka që kemi organin Unë e di me 700. Edhe ne do të Është pjesë e konsiderueshme kjo. Dhe pranë ne synojmë të shkojmë te Bashkimi Evropian. Pikërisht për këtë problem, pikërisht për të nënshkuar këtë marrëveshje, pikërisht për të rregulluar këto probleme, pikërisht edhe për të emancipuar pak si shoqëri dhe si qeveri më përgjegjshme dhe si sindikata më aktive dhe më të ketë më probleme të tilla. S'ka se si nëse redukton investimin për arsimin, do shkurtosh arsimtarët? Jo, përse ne po rrim peng edhe e dyta. Ne nivelin e papunësisë kemi të lartë. Informalitetin e kemi të lartë. Sigurisht se realisht ne na dhimbsen sepse kanë edhe bar tjetër, që është çështja e reformës që ka vite që flitet dhe nuk bëhet. Dhe këta i marrin faturën, kryesisht administratët që punojnë, po edhe pensionistët e tjerë që marrin nga këto pensione. Realisht fatkeqësia politike e Shqipërisë, pa paragjykime partijake, sigurisht se po e shkatron. Realisht po e shkatron. Dhe nëse do vazhdojë shumë gjatë shumë, nuk besoj që do ketë fund mirë, pavarësisht se këtu flitet që ka rezultate, ka performance, vin lekë, mlidhen, realisht. Kam një pyetje me pensionet, kam një pyetje shumë konkrete për zotin Gorica dhe për kategoritë, domethënë për kategoritë e profesioneve, kur ata dalin në pension. Shpeshherë ne, sidomos në programin e mëngjesit që takojmë pafundësisht njerëz, njerëzit ankohen për llojin e punës që kanë bërë dhe për mënyrën e barabartë se si trajtohen, që t'ua bëjmë më të thjeshtë dhe më të kuptueshme, po themi, kur del në pension një akrobat cirku. Pse 64 vjeç, nuk besoj se do jepi bëj traun e ekuilibrit në cirk përsëri. Duhet të ndryshoj mosha e pensionit, daljes në pension, sipas profesionit, duhet të ketë larmie, nuk duhet të jetë ashtu 65 me 60. Dhe për minator që është 60 vjeç për shembull, është jo, e mora këtë për ta bërë për të bërë një shembull më ndryshe se zakonisht marrim minatorët për profesione vështira, po. Kemi takim këtu me këta akrobatët e me janë të tjerë, kupton? Ai do të ndryshoj. Mund të rritet dalëm mosha e daljes në pension e fjalëve në punësave. Fjalëve po marrin në punësat. Kupton? Që punojnë. Punë intelektuale. Një ekonomist mund punojë edhe 78 vjeç, po të jetë me lapse dora dhe me sy. Dhe duke u nisur nga kjo mesatare ponderuar, që të reduktohet dalja e moshës në pension, fjalëvjen e akrobatëve apo të këngëtarëve apo të tjetrit apo të minatorëve. Po futbollistëve, domethënë njerëzve që mund ta kenë duhet të tregojnë drejt atyre, edhe gjithë njerëzve, që nuk do të ketë zgjidhje nëse nuk reformohet skema, besoj. Nëse nuk ndryshon kjo skemë shoqërore që kemi, ajo nuk do të ketë zgjidhje. Njerëzit në herë së pari duhet mos më nën kurse do rrinë gjithë jetën në një punë apo një profesion. Do t'ju tregojmë drejt. Nuk mund të rish akrobat kur, as 100 vjeç, as 0 vjeç, as 40. Por mund të rish akrobat, mbrapa bosh profesor, mbrapa bosh trajner, mbrapa bosh roje, mbrapa bosh kryetar sindikate, mbrapa gjej punë tjetër. Gjej punë tjetër. Nëse nuk bëhet reforma. Nëse më fal. Po këtu, kur del një ushtarak në pension? 47 vjeç mashkull dhe 42 vjeç femër. Çfarë ndodh pas daljes në pension të këtyre ushtarakëve? Përse se janë në moshë aktive për punë apo jo? Ne i paguajmë ata që quhet pensioni parakohës për vjetësi shërbimi. Po pagesë kalimtare, gjësa. Jo, është pensioni parakohës për vjetësi shërbimi. Se kemi dy kategori njerëzish. Një kategori që nuk do rri gjithë jetën
që i përket atij profesionit që i përket, që ishin akrobatët etj, por që do rikonstrukturohen brenda profilit të tyre të punës, një futbollist do bëhet trajner, do bëhet kështu etj. Po dhe ushtarakus do ketë më asociimin NATO dhe janë të limituar numri ushtarëve, detyrimisht nuk do të dalin më 47 vjeç, avash do shkojnë. Pikërisht ky është tranzicioni, por nëse skema në gjykojnë zotërit, nëse skema nuk ka për të reformu, nëse ajo zot pajisët dhe me 2 shtylla të tjera, nëse nuk do të funksionojë pensionet private, pensionet suplementare, unë që jam akrobat, kur marr 3 milion lek për një shfaqje, normalisht unë do shkoj ke pensioni privat. Dhe 1 milion nga ato që mora ti fus ke pensioni privat. Që kur vete 40 vjeç e 50 vjeç, ti jemi garantuar. Kjo nuk mund të ndodhi momentalisht. Spari do të fillojë nga koka, që të rregullohet skema. Spari do të marrë 3 milion lek për shfaqjen. Nëse rregullohet skema, atëherë njerëzit u lindë drejta mes diell. A do shkoj ke pensioni privat, a pension përzim, a do marrë këtë pensionin shteti, a do ketë minimale, a si do ketë, sepse kur përzihet skema, besoj edhe ky pensioni publik nuk ka menit fiks, do të bëhet ndryshe, a do bëhet minimale, a si do bëhet. Lejon të flas diçka për reformën që flasim pak. E para njëra akrobatët, balerinët nuk është, domethënë, jo, me që e përmendi Kozeta në 2024 do dalin 65 vjet, 60 vjet ferma dhe 60. Aktualisht dalin 54 gradë, 59 aktualisht. Që do të thotë që dhe po. Sot minator dalin 58 vjeç. Megjithëse ligji ka 60, dalin 58 vjet. Ajo që po flasim për punën e reformës është që duhet, a ka nevojë, unë shtroj pyetjen, a ka nevojë skema jon e pensioneve ose sigurimisht për reformë? Absolutisht që ka. Pse ka nevojë? Për të adresuar dhe për të zgjidhur të gjitha këto probleme që ka. Por ajo që unë do të sjell në vëmendjen e publikut është që reforma që do bëhet në skemën e pensioneve nuk ka të bëjë me ata që sot janë pensionistë. Ka të bëjë me ata që sot janë të rinj, kontribues dhe reforma duhet të adresojë këto probleme që janë sot dhe probleme që do të dalin për efekt të rritjes së gjatësisë uljes së litësisë, çfarë do të ndodhi pas 30-40 vjeç kur dalin të rinj në pension. Dhe një nga opsionet është ajo që thotë zoti Kol, që është krijimi atij sistemi të shumë kollonit, quhet privat, shtetëror, vullnetar, detyruar, profesional, skemat profesionale e kujtun se çfarë. Por ajo që është e rëndësishme është që skema ka nevojë për reformë. Ajo që është e rëndësishme është tjetër që duhet të ketë një konsensus politik të gjerë dhe duhet të ketë një konsensus publik. Domethënë reforma që do të ndërmerret duhet të ketë konsensus në të gjithë forcat politike, që të ketë garancinë që kushdo forcë politike do vinë për shtet të mos e prekin, të mos e ndryshojë këtë reformë, por të ketë një pranueshmëri nga publiku, se dhe tash i thamë, jo do të ketë kultura kombëtare, kultura shoqërore për të paguar, nëse do jetë një reformë që publiku nuk është i gatshëm, nuk e do, se absorbon ose nuk do, se është kundër kësaj reforme, edhe suksesi nuk është kaq. Sigurisht, sepse jemi në limitet e kohës televizive, kemi edhe 10 minuta për të ndarë disa mendime të fundit. Unë kam mendimin që duhet të rregullohen 2 gjëra të mëdha. Para se të bëhet reforma në sigurisht shoqërore, reforma në pensione që duhet bëjnë. E para duhet të rritet punësimi, duhet të rritet dhe investimi, kjo është kryesorja, dhe e dyta duhet të reduktuar informaliteti. Nëse bëhen paralel këto 2 gjëra, ke për të parë që nuk do të ketë vështirë me paguaj 1% buxheti të GDP-s paguaj për pensionet. Shtoj. Pastaj mund të kalosh në reformë të gjitha me radhë. Këto 2 gjëra, 2 faktorë kryesorë, po nuk hyeni në këto probleme. Do të hyeni në këto probleme, do të bëni analiza sa e keni informalitetin të saktë dhe sa e keni papunësinë. Dhe si duhet të rritë kjo? Këtu duhet të bërë reforma. Po jo, këto janë probleme themelore dhe për Ministrinë e Financave dhe për Ministrinë e Punës dhe për gjithë. Shoqëri. A mund të kemi ne një rezultat, një përgjigje të saktë për këtë pyetje që bëri profesor Gorica? Për shembull, ne masim papunësinë vetëm me personat e regjistruar si punë konkurs, në zyrat e punës apo jo. Kështu që a do të kemi ne ndonjëherë një përgjigje të saktë për këtë pyetje apo për shkak të tjera? Vërtet, ka metoda të sakta të probabilitetit që llogaritë shumë kollaj. Ne u them këtyre ngasmën nga njëri, mësoni rrajin 4 orë mirë se pastaj ecet më mirë. Është thjesht, do ta mbaj mend. Edhe kjo është një standard i ILO si për mua. Po ka edhe standarde të tjera se mos bashkimit evropian që janë më të sofistikuar, më përgjegjshme dhe më objektive. Varet se çfarë standardi merr.
Dhe pikërisht vim konsensus shoqëror apo konsensus social, që shoqëria duhet bim dakord se cili është standardi. Normalisht ky standardi punë kërkuese është standardi që realisht është më i papërshtatshëm, ose standardi që realisht injoron realitetin. Që realisht injoron realitetin. Standardi punë kërkuese, sidomos në vendet e pazhvilluara, ose vendet me zhvillim pak, është standardi më injorues. Zoti Kol, jemi në kontradiktë. Sepse nga një anë themi që kemi nivel të lartë i formalitetit, nga ana tjetër themi që kemi papunësi më të lartë se sa që deklaron një stat. Tash të dyja këto gjëra nuk shkojnë. Tash o ka papunësi dhe ka informalitet zero, ose janë të punësuar nuk deklarohen. Do thotë që të dyja nuk qëndrojnë ato. Të dyja, edhe papunësia dhe informalitet. Përbile ishtot pak edhe korrupsioni, ishtot pak edhe korrupsioni, po ishtot edhe faktor tjerë. Ishtot edhe faktor tjerë, që flasim këtë hapur. Kam mendimin tim për të pikë, po normal që papunësia tjetër, edhe informalitetet tjetër. Por të dy janë prezente, nuk mund të jesh. Sepse ka raporti, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë Tilos për çdo vit, qoftë të sindikatave, qoftë punëdhënëve, qoftë dhe qeverisë. Gjithandaj, informaliteti dhe papunësia janë shqetësuese. Momentalisht papunësia nuk është shqetësuese për qeverinë. Ka gjetë sa valvula shkarkimi, jo hapja e universiteteve private, jo probleme tjera, por normalisht për 3 vjet të rritë e diplomu janë dyfishuar pa punë. Nga 3 ka shkuar 5.6% të 2 vjet të fundit. Të rritë e diplomu. Mendo se çfarë do bëhet mas 4 vjeç apo 5 vjet. Janë statistika. Po jo. Është se Banka e Shqipërisë, ato si nxorën Banka e Shqipërisë, nga burime alternative. Banka e Shqipërisë, Banka e Shqipërisë dje ka nxjerrë raportin dhe është një raport shumë teknik. Po. Do të sugjeroj ta lexoni kushdo. Po. Kam bërë edhe analistë, kam bërë analiza dhe 2 gjëra që janë esenciale për mua në këndin që e shoh fund Ministrisë së Punës. E para punë rritja e produktivitetit të punës 5.5%. Është një arritje shumë e madhe. Rritja e produktivitetit në kushtet e ekonomisë sotshme. Dhe e dyta, rritja e reale e pagës 4.8%. Kur ne nuk e kemi deklaruar ne 4.8%, kemi zbritur inflacionin, por influenca e aty e strukturës së ekonomisë. Pra ne e llogarisim strukturën me më dhënë, struktura e ekonomisë lëviz gjatë vitit, dinamika, janë 2 tregues që janë më shumë se sa parashikimet tona, po që unë besoj Bankën e Shqipërisë sepse ka instrumentet që e kontrollon. Këtu do të nxjerrësh konkluzion ti si qeveritar, që sigurisht shoqëria kanë probleme sepse paga nuk që ka deklaruar që këtu, po që nga më lart. Atë që po thotë shoqëria, që prodhon me 2%, ka probleme. Sidomos tash që edhe paga diferencë, që përmendi zëvendës drejtori. Për ta thënë me 2 fjalë, sigurimet shoqërore janë sinteza e zhvillimit ekonomik e sociale të një vendi. Në qoftë se rritet punësimi, në qoftë se plakat popullsia, në qoftë se përmirësohet struktura e popullsisë, në qoftë se inflacioni, të gjithë to treguesit makroekonomik në tërësinë e vet e kanë ndikimin drejt për drejt ke skema sigurimit shoqërore. Dhe pikërisht këtu fillon studimi, shikon treguesit dhe analiza e sigurimit shoqëror është bërë deri në vitin 2065, 2060, 2070. Sepse bëhet paktën për 3 breza. Të implikum 3 breza. Brezi pensionistë aktual, brezi punësuar që ka 30-40 vjet punë dhe ka kontribuar, dhe brezi që futet në tregun e punës. 3 breza, shumë parti politike duhet të binë dakord për një konsensus. Esenciale është kjo që edhe kur ka filluar në 2002 reforma e sigurimit shoqërore, në konceptin e vet për zgjidhjen e problemit profesionit të vështira, se ky ishte tema dhe për mua shumë esenciale, do të zgjidh është lënë 20 vjet interval kohor për arritjen në moshën deri në 2024. Pse u la 20 vjet? Sepse di ishte situata që gjatë 20 vjetit krijoheshin fondet profesionale, u bën ndryshimet e ligjit për institutet private të pensionit. Duhet të ishin krijuar fonde profesionale normalisht, përveç atyre private. Për shembull, industrit u privatizuan industri, u privatizohet nafta. Ishte një moment i rëndësishëm që duhet krijohet një fond profesional për të mbështetur të kategori. Qeveria ka qenë për mendimin tim. Për gjithë naftarët i krijuan një fond. Të gjithë ato lekë u çuan më herë direkt buxhet. Për mendimin tim. Tani që kemi zonë centrale përpara, keni pjesë nga ato mos kaloj për punës energjetikës, minjerave. Edhe bëhet një fond profesional. Për mendimin tim qeveria ka qenë detyruar edhe për të mbrojtur to kategori. Ma 4.000, 5.000, 6.000 minator, web trajtim, web 20.000 oficerëve. Nuk do ndryshoj referencat e buxhetit sepse do marr lekë nga hidrocentralet. E kupton se ku qeveria tash? Efektivisht. Nuk do të ndryshoj buxhetin tha me datën e korrekt. Parlament sepse do marr lekë nga hidrocentralet dhe mbyll buxhetin rregull.
Kjo nuk ka qeveria të pyet për pensionet, sepse qeveria po të pyesi për pensionet thot, nga lekët e jetës centraleve 3% do shkojë ky fondi profesional. Dhe gjithë punojësit e energjetikës, apo të minjerëve, apo të naftës supervizuar para eliti, do të kenë 3% atje dhe do të dalin pension. Se kështu parcializohet. Po jo, po kështu është logjika, nuk është. Ajo që po thotë Astrid është të krijohen fonde profesionale për ata që do dalin nesër në pension, jo ata që janë. Sepse jo të drejtë ngrihen mua me vetë dhe themi, më fal, ka një herë parë centrale do t'i marrin vetëm elektricistët, do të mos i marrin ne ose pritet tani që kanë punuar. Po ka një herë parë ka pra, mundësia skema publike nuk fillojnë të paguajnë për nesër. Jo të merr pasuria kontare të marrin grupi caktuar. Jo të marrë grupi caktuar. Ajo ti shërbej gjithë grupe, Po ai do kryet vetëm i pas. Ai fond do investohet, i pas kontribut. Unë jam bie dakord me një pikë me ju dhe është që ai që merr koncesionin për minierë, automatikisht do të kryhet edhe skemën profesionale për minierë. Pas paguajnë edhe minerale. Sepse jo, do të them një gjë tjetër, për çfarë arsye unë dhe juve të gjithë, që jemi solidar, duhet të paguaj për atë minatorin që do të dalin në pension 50 vjeç. Kur po të them që produktiviteti minatorit sot, atë që thot Astridi, e ka 30-40% të lartë se unë, ose se tjetri. Atë përse kompania për ka, si kompania ose atëre përse të mos të paguaj ca lek tek fondi profesional dhe ta nxjerrë edhe 50 vjet atë minatorin. Pse do ta balloj, si më thën, shoqëria këtë gjë. Se ne theme një anë që duhet dalë minatori, ushtaraku, balerini. Po ma kush do t'i paguaj? O me ligj, o me bindje. Me qenë se me bindje nuk funksionon, se sindikatat që kanë dopta, nuk pasan mundësi, nuk kanë hapësirën e durë me radhë. Atëherë pse nuk bien dakord të unifikojmë një ligj, i cili ti caktoje për fonde profesionale, për siguracion jete, se të kesh parasysh se edhe siguracion jete këtu që janë me rrezik nuk bën. Nëse me ligj i kanë, ato të kanë me ligj. Tashi s'do në herë. Për herë të parë pas një viti e një muaji, pas 13 muajsh, nuk kam thënë stop se mbaroj, se e keni llogaritur kaq mirë minutazhin, se e keni thënë gjithë gjërat tuaja në këto thuajse 120 minuta. Faleminderit që erdhët në verë, në mes të vapës, ku temperaturat e Tiranës shënojnë 40 gradë dhe që keni respektuar institucionet me kollare dhe me xhaketa. Faleminderit që punoni çdo ditë brenda mundësive tuaja për të siguruar një jetë të mirë për këto njerëz, po edhe njerëzit vetë gjithmonë kanë menduar që duhet bëjnë gjë më të mirë për veten e tyre për ditë, se gjithkohës kemi këtë si shoqëri, shikojmë dhe presim nga lart, o zot, kush u bën gjë për ne. Këtë program do ta ndihni të ritransmetuar nesër në orën 13 në Channel One. Bashkë takohemi pas disa orësh në programin e mëngjesit. Shumë faleminderit që ishit këtu. Ju presim në shtator tani për të ketë ndonjë ndryshim tjetër, inshallah për mirë. Natën e mirë.